Po të dashurosh tamam, domethënë. Si ajo punë e Violës që më dhemin kockat. Dhemin kockat do kesh xhelozi vëlla. Pak dozën nuk e di, por kur xhelozon dashuron themu. Sa i dash dorën që e pash? Re brenda. Ta më gjëra. Davis, unë nuk i shikoj njerëzit as nga pasaporta, as nga feja. Ajo është vërtet çek. Stamati. Unë i shkoj nga talenti vëlla. Më bën dhe ti je talent vëlla. Ti e ke vendin këtu. Po lindi djalë, do t'ja vëmë emrin Davis dhe ky do bëhet artist. Këngëtar. Unë linda djalë, ma bëri emrin Davis, unë u bëra këngëtar. Në sken qaj, në sken bidashuri, në sken qesh, në sken inatosem, në kuptimin që gjitha ndjesit që mund të kem si njeri, si artist, i gjej dhe i karikoj bateritë e mia në sken. Kinotekën sot, drita në çdo sken, 120 minuta mendime që s'flen, nga filmit e libri, magjia që bashkon. Kinotekën sot, aty kultura këndon. Hej, përshëndetje miq të Kinotekës, mirë se erdhët edhe sot në këtë të mërkur ku ne do t'jemi së bashku në një episod tjetër special me të ftuar, me biseda, me gallata dhe të gjitha të përfshira në një të plot së bashku me kolegun Egon Loli. Ej, miqu, përshëndes edhe ju dua shumë se më mori malli, se kemi një javë Sa i dashur. Kemi një javë që s'jemi parë që të mërkurën e kaluar, kështu që uroj që t'jeni shumë mirë edhe gjithashtu uroj që të kalojmë këtë kohën e pasdites këtu në Kinotek në Sol shumë mirë. Viola si zakonisht e qeshur, me shumë dashuri, me shumë ngrohtësi. Apo Nuk e di, ç'të pas ka gjetur ti sot, ka qenë dashur, me fjalë të mira. Po mbase unë kështu jam gjithmonë Viola, po duhet të gjendet momenti që ta shpreh, nuk e di. Po pra, po del nga zemra jote, del nga zemra ime. Por nuk kemi vetëm, edhe në këtë episod kemi patjetër të ftuar një i ftuar shumë i veçantë që besoj do të na argëtojë në orët tona të transmetimit. Bëhet fjalë për Davis Xherahu. Mirëserdhje Viola, përshëndetje Egon. Tani, besoj kam arsye për t'u prezantuar se të gjithë të njohin. Edhe i dëgjojnë këngët. I madh e i vogël. Kush është ai që se njeh Davis Xherahun, more aman, kush është? Unë falenderoj njerë që më ftuat në studio. Shqyrë që gjeta kohë sepse kam qenë mjaft i zen. Por për një çift kaq simpatik unë do të linja gjithçka. Tani që kanë të gjithë me fjalë të mira. Tani që u njoha nga afër, domethënë sepse unë kam një gjë çifti që në çdo intervistë që shkoj, nëse shikoj që ka energji pozitive, jam i gjithë atje. Nëse s'kam energji pozitive, shkoj shpesh orën, them kur do ik, kurse që kur i takova, që kur pash fytyra i qeshin a gjithmonë zemra të qeshura. Se kam vënë edhe atë, nuk kam vënë pudrën, jo, kam vënë një kështu BB cream edhe më duket të skuqur. Ora, po mirë, domethënë gjithë korçarët kështu jeni gjithë dashuri, mirësi, ngrohtësi ju apo se di si janë. Se është efekti unë, e kuptoj, po tash nga ana juaj. Tjerë nuk e di, po të paktën unë përfaqësoj gjysmën e korçës. Po gjysmën tjetër kush e përfaqëson? Ata që do vi pas meje këtu, ose që janë ulur para meje këtu. Sa di kush ka qenë korçarë para meje, po gjithsesi, meqense po le kështu në përgjithësi për korçarët, ose keni qenë në Korçë, në kuptimin që keni po edhe kemi qenë, edhe miq kemi. Nuk e di për ty Egon, po unë e dua shumë Korçën, realisht. Edhe është qytet me energji shumë të mirë. Qytetari ka ato vendet e veta të vogla, tipikisht Paris i vogël. Korça nuk ka ndryshuar në kuptimin e mentalitetit, megjithëse është bërë riciklimi si kudo në gjithë Shqipërinë. Unë jam një brez që jam i përkas viteve para viteve 90 dhe unë ndjej ndryshimin në njerëzit sepse nuk shikojmë ata që ishin, por gjithsesi edhe ata që janë larguar kanë lënë rrënjë të forta në edukatën, në qytetarinë dhe në mikpritjen korçare. Kështu që ju e ndjeni, besoj se e ndjeni, por kemi shkuar shpesh. Pra, Korçën që ti ke njohur në vitet e tua të para të jetës me atë që gjen tani në këtë moment. Po dëgjoj, ishin edhe dy kohë të ndryshme, dy mentalitetet të ndryshme. Patjetër, edhe regjime. Po regjime të ndryshme, kështu që sido që të jetë ndryshimi është drastik. Sepse flasim për një kohë shpirtërore dhe flasim për një kohë interesi. Një kohë materialiste. Kështu që për atë kohë ishin gjithë të mirat. Për të kohë janë gjithë të mirat, por përveç materjes.
Domethënë vazhdon serenata, vazhdon mikpritja, vazhdon ushqimi mirë, vazhdon ajo që shumë njerëz tak në këtu në Tiranë që kanë 15 ditë që jetojnë, më thonë që do ikin në Korçë sepse atje ndjehem mirë me nënën, ndjehem mirë me motrën, ndjehem mirë me gruan, me fëmijët, gjë që si absolute, dhe kjo më vjen mirë. Që ne e kemi mbajtur të qytetari dhe në Korçë vërtet vjen pas një lloj frike se kush e di se çfarë mund të ndodhë. E vërtetë që edhe ai i ftohtë i Korçës është i këndshëm. Është i këndshëm sepse e planifikon që në mëngjes çfarë do vesh. Këtu në Tiranë nuk e parashikon do gjesh krahët në drek në darkë do sidomos ajo periudha e pranverës është e tmerrshme në Tiranë. Ti nuk e kupton dot, është ngrohtë. Edhe të kthehet jeta në stres total. Nuk e di nëse e kam thënë përpara, kam përshtypjen që e kam thënë. Dhe gjithmonë përfundojmë duke folur për Korçën, kjo tregon. Gjua shkon ku dhe gjua. Që në kam bërë gjumë më të mirë në jetën time, të paktën nga ai sa mbaj mend, ka qenë në Korçë. Pas atij jeta ime është kthyer të merr. Nuk ka lagështirë siç mund të ketë Tirana. Është jashtëzakonisht. Është lagështira që do është e para dhe fundit, ajo është. Po bën 6 orë gjumë dhe je në rregull, ë? Po, është e vërtetë. Edhe shumë artistë nxjerr ai qytet. Shumë. Dëgjoj, një i njohur yt, shoku yt, ndoshta kur ishte këtu i ftuar i tha që do të gjejmë burr nga Korça, tha po. Kush mo? Kush ka qenë? Endri ka qenë. Jo, Ariani. Cila Arian? Dredhasi. Shoku ton, po të na shikoj Johnny, Loni. Sa kështu. Si është kjo historia? Me Lonin jemi shok të vjetër. Jo vetëm që jemi shok të vjetër, po jemi shok lagje, shok shkolle, shok mentaliteti. Bashkë kemi qenë në Greqi. Bile kemi të fortë se sa kishte bërë një makinë të re atëherë në Greqi. Edhe po ecim, po kujtonim të filmat e vjetër se ne jemi shumë fansat filmave të vjetër. Jeni cigaretro ju. Para viteve 90. Po ecim do futeshim diku në një buzuk, do shkonim për kështu për takuar një mikun ton, e nuk e pa një çojnë trotuari më. Po diskutonim për këtë, ishte filmi Gjithë pasion, no? Po, ishte filmi Lulkuqe mbi mure, edhe ishte Kadri Roshi, ishte O Loni, thirrte, thira unë O Loni. Profesori. E kur i futet trotuarit. O çfarë bëre O Loni? Ata dolëm ja shikonim be. Edhe mbeti kështu historia e Lonit. Jemi shok të mirë të vjetër. Tani si është ajo puna e lagjës 12? Aty janë rritur artistët që njohin në sot. Aty është ajo situatë. Djemtë rrugës. Djemtë Liverpoolit, që është modi për Beatlesat, ne jemi djemtë rrugës të lagjës 12. Lagjës të rrugës veteranët. Po, atje ishim 3. 3 artistë dolën që atje, Ariani, që ishte në fund bulevardit, unë isha në mes të rrugicës. Dhe lart ishte Endri Prifti. Po, janë 4 se... Edhe Stefi, vllai. Po, ai nuk ishte brezion. Po, ata llogariten në një të vetë. Po, ata janë pizza plus jepi energjike. Falas. Po, Stefi nuk ishte brezion, kështu që pak kemi vënë Stefin, ishim të 3 që ishim 3 muskëterët. Ata në fakt ishin shkolla mësojnëtore, nuk ishin në lice siç ishte unë që në klasë të parë. Ata pastaj erdhën edhe në vit të parë gjimnas. Endri erdhi për oboe, Ariani erdhi për kontrabas. Unë isha që në klasë të parë të shkollat e tata, shkoj i prisja atje domethënë, mytë e berët. Po që vite të bukura, shumë vite të bukura, vite të sinqerta, vite me shumë pasion. Ne atëherë dhe ishim në çikë europianë në dëgjim, domethënë, okay, dëgjojmë për këngë shqiptare, po nga që ishte ajo gjëja që mungonte, kënga e huaj. Edhe më shumë ishim dëgjime të këngëve të huaja, që janë Elvis Presley, Bee Gees, Dire Straits e tjerë. Se jam kurioz, nga ku i dëgjoni këto këngë të huaja? Rrotullonit antenën, si e bënit? Po jo, Korça njëherë ka qenë shumë herët nga Amerika, sepse kemi patur shumë njerëz në Amerikë. Në 3-4 shtëpi 2 kishin në Amerikë njerëzit, më kupton? Kështu që po të vjen në Korçë në ato vite kishin shumë njerëz që visheshin me rroba amerikane, një nga ata isha unë. Kështu që edhe informacionin e kishim nga ata, domethënë që ishim në touching. Korçarët e gjenin informacionin nëpërmjet tyre, kështu që ishim avangard në këtë pikë. To rrobat amerikane i jepje me shëraja, i jepje shokëve. Jo, kam çik problem se janë vigjeresh në shenjë dhe po mi veshë një herë ti kanë falur, nuk i dua më. Jo sa atëherë kështu funksiononte, nga çam kanë treguar. Jo, unë po, në Maçik Xhupin se do shkoj në orë 5 të kap. Kishte një takim të kap violën ose do vetëm pushim të madh të shkoj violën, jo, valla, nuk bëj. Nuk. Me çfarë duash thesha, po e more ta jap ta fal. Se unë kam zemrën e gjerë kështu, po ma more, nuk e kam problem.
Duket kjo patjetër, kjo histori e së kaluar si jep shpjegim edhe këngës së re unë xhelozoj, është territorial, kështu si na. Po, jam territorial si natyr, po. Po nuk jam Eurocastrit, ë? Po ti je korçar. Jo, ti nuk je korçar i dëbuar. Ti je Eurocastrit. Unë. Po, gjysëm. Po, pra. Gjysëm. Është një dishu shumë për Eurocastrit, po tha njëri për shembull, kot po themi tash. Unë kat 5, Egonin kat 4. Egoni nga Eurocastra. E dalu nga balkoni them. Egon. Tash Egoni pa më parë mua direkt. Skam. Por e darë se skam. Se di fare për çfarë bëj. Skam direkt pastaj flasim. Edhe në Eurocaster, edhe në Korç, që i mbajnë kështu si njerëz që janë kursimtarë. Unë se di nga kanë dalë tomu vlla. Kjo kur na slëpo. Ne jemi bekrinj vlla. Fjala bekrinj e kemi kështu, domethënë njerëz që prishim lek, kavaliera, zotërinj. Ashtu ë? Në të dyja mua më ka ndodhur një soi. Po jemi dhe okay, tjetër gjë ti është një koqir i mirë, siç jemi ne, domethënë që edhe duhet bërë patjetër një krahasim mes. E programojmë për shembull unë në Evropë pash janë një koqir të mirë, kanë program. Don. Tjetër gjë është kjo, dhe tjetër gjë është që mos prish asgjë, jo moja vlla ne. Edhe dim të prishim edhe dim kusej. Do lejonte një korçar tipiku që një ti që të ndane fatura 50 me 50. Jo, në asnjë mënyrë. Për shembull historinë time nuk ka bërë baki që të ulem unë me femër, me shoqe, me të dashur, me grua, me çfarë mund të kem qenë gjatë gjithë jetës time dhe të ketë futur femra dorë në xhep. Unë e kam për ofendim. E pra, kjo do ishte shkoj në Suedi për shembull që kanë vllajin që ka kaq vite andaj, ulem tha pa problem. Po jo vetëm të dashur dhe burrë grua. Burrë grua. E të mërshme duke. Jo, ka një gjë që atje s'ta lejojnë as gratë që ta paguash. Nuk është puna se nuk do ti, mbase ti do, po s'ta lejon. Se besoj thell tani kush është ajo gocë që nuk ka qejf. Po se di mua shumë ka kanë këtë mentalitet, po gjithsesi duhet i lutesh shumë dhe ta bësh i komode të kuptoj që nuk e bëj sepse s'ke ti. Nuk e bëj të të ofendoj, nuk e bëj po thjesht gentilese, nuk. Edhe ata që kanë vetëm shumë 50-50 në çdo aspekt, dhe në anën e seksit, dhe në anën e, domethënë të gjinisë, kanë fjalën, dhe në anën që kush ti të ma paguash kuptim se unë kush jam. Por varet si ja servir këtë pagesë. Në vërtetë, edhe kjo është shumë. Varet si ja servir, po si ja thua. A ke njohur ndonjëherë në një korçar dorë shpuar? I pari, jam unë. Çfarë thotë, më falni, më falni. Po dua një shpjegim për çfarë përdore dorë shpuar. Dorë shpuar që s'ke, stëri leku në dorë. E ke dorën edhe ke një vrim të dora. Edhe çfarë do lloj gjëje? Nuk të rri leku, jo se nuk ose xhep shpuar. Po, të bie leku nga xhepi. Çi bën lekut? Po e pushkaton. Ti çi bën në këtë rast? Viola e kam zgjedhur, domethënë, nuk dua të bëj ndërtime, të kem suvara dhe të kem vila, po unë dua të bëj udhime. Dhe sa herë mbyll syt në shtëpi, kam shumë gjëra për të kujtuar. Rrugës kur po vija tani me shokun tim, i shpjegova që kam parë gjysmën e botës dhe kam investuar thjesht në udhëtime. Dua të udhëtoj. Ke një udhëtim që do ta përsëritje pafundësisht? Po jo, në Las Vegas në 2007 kam kaluar bukur, pa çka se ishte shumë vap. Ishte fund gushti plus 50, ne dilim natën si bufët. Se është dhe shkretir atje është kështu, zonë. Si bufët, por atje kemi qenë me Lefteris Pantazis një tur për diasporën greke. Okej, edhe për shqiptarë që vinin, por në përgjithësi ishte për diasporën greke. Ishim në 9 shtete dhe e keqja më e madhe është që kam patur dhe ndër Amerikën dhe ishte era parë që shkova në Amerikë, shkuam në Las Vegas ogur. Tash duket ti ta provonin atë shihen të shkosh në Las Vegas në orën 3 të mëngjesit, të ulesh me avion, shikon një qytet që digjet në mënyrën më të bukur, më perfekte. Me drita hangover për Las Vegasin. Më kupton? Dhe ne kemi parë nga televizori. Ne shkuam në Caesar, ndonjë një javë në Caesars Palace ku këndonte Celine Dion dhe një javë në Venecia. Okej, si dhe ne dham koncert në Hotel Paris, për shumë 25.000 greka atje, kupton? Si ishte ta dëgjoje Celine Dion nga afër? Filmi ishte ëndër sepse unë thash jam profesionist, domethënë nuk jam rastësisht në muzikë, kam studiuar, e kam trashëguar dhe jam dhe detajist si njeri, atje pash domethënë unë kam parë shumë koncerte, që nga Michael Bolton, që nga Joe Cocker, Ramazzotti e tjerë, Michael si ishte George Michael, po. Shumë të tjerë, por si ai koncert, domethënë ai ishte një mrekulli. Ai ishte një mrekulli, ishte një ne tash ishim Caesars Palace, që ndajmë një javë, unë shkova 2 herë. Dhe Celine Dion dhe jep Top Channel shumë herë atë koncert. A New Day Has Come.
Tani, Celine Dion e dim është ikonë e muzikës div, patjetër, pa diskutim, por fatkeqësisht diçka e ka ndodhur me zërin. A është kjo frika më e madhe? Jo, nuk është me zërin, nuk e ka me zërin, më duket se ka një sëmundje autoimune. Po ka një sëmundje e cila e pengon edhe në gjithçka pengon ai. Po, kështu që a është frika më e madhe një artisti në muzikë konkretisht në këtë rast, nuk e di në një moment krejt papritur të nuk do këndoja, nuk e di çfarë do bëja nëse nuk do këndoja. Jo për shumë për mbijetesë, po mënyrën e jetesë, atë mënyrën sepse unë në skenë qaj, në skenë bidashuri, në skenë qesh, në skenë inatosem, në kuptimin që gjitha ndjesit që mund të kem si njeri, si artist, i gjej dhe i karikoj bateritë e mia në skenë. Në kupton? Pra, ty skena nuk të lodh. Jo, absolutisht jo. Ty skena të shplodh, të jep energji. E lodhura mua më të shlodh. E kuptoj. Sa e bukur kjo. E lodhura, domethënë kur unë lodhem dhe publiku kënaqet, unë mund të jem fizikisht down, shumë down, por shpirtërisht jam lart shumë. Edhe pak shumë kam qenë në një vend në Korçë një herë, kam kënduar 4 orë pa shkëputje. Po si mban zërin 4 orë? Jam vërtet kurioze. Sigaria është alkooli që si kam në menu. Fare. Edhe një jetë të mirë, të shëndetshme në kuptimin e fiskulturës, të vrapit, të ecjes. Domethënë jam i menaxhuesi mirë i jetës time personale. Po ka pasur ndonjë moment që zëri ka pësuar dëmtim afatgjat, ke pasur nevojë për një kohë për rikuperimi? Jo kjo, po kur kam patur 3-4 koncerte bashkë, për shembull, kisha shumë frikë në natën e vitit 3 se isha në 4 koncerte nga 1 orë, natën e 31-shit, thash si u ta përballoj. Nga një vend tjetër, Nga një vend tjetër. Mi po është stres më vete, sepse ndryshe është thjesht një lokal që do këndosh 2 orë dhe ato brenda 2 orëshit ka ulje dhe ngritje, këndon publiku, më këton dhe bën një bisedë, një diçka. Kurse çdo një orë që shkon atje do të jesh shumë stand-by. Je nga fillimi. Je nga fillimi çdo një orë. Shikon njeriu tash çfarë do jap ky. Ai se di që ke qenë diku tjetër ti. Ai se din që më ke ngarkuar me gurë, kupton? Ose siç edhe ti nga Prishtina. Po. Kështu që më ka ndodhur, po shumë herë flet eksperjenca pastaj. Okej, patjetër, edhe kjo është pjesë përbërëse e shumë herë nuk kemi shpirtin e dur që t'japim, po flet eksperjenca dhe balancohet. Flasim në shihen që merr publiku, sepse publiku jam paguan, publiku nuk do të di se çfarë halla ke ti. Pikërisht. Në subkonsciencë kjo se jo se s'do t'i di, më kupton? Ai vjen, edhe unë kështu i them gjithmonë, i lat xhaketat jashtë, i lat palltot jashtë. Ktu me këtë shprehje kam që i lat jashtë në kuptimin që lerni hallet. Ti që të hapësh më jashtë. Edhe kjo duhet funksionojë njësoj ku do të shkojmë, po. Dë freuni, harojeni ç'kemi sepse atë hallet aty nuk marrën kurrë. Po zakonisht përfundojnë duke qarë njerëzit, duke menduar. Kisha një këngë viola në fakt në vitin 2011 që isha pjesë e këngës magjike e cila mori këngën Best Ballad, akoma se besoj. Edhe të them drejtën, isha një lokal në Tiranë atëherë që ishte stabil, një 6 muaj. Ajo këngë u bë një himn për shumë femra që vinin, që kishin probleme ndarje. Kam pa lot femra ato 6 muaj sa kam plasur kur i thon. Një qisme, dhe? Po, shumë. Akoma se besoj ishte ishte një nga baladet e mia që vërtet është ka ngelu e do ngelet në klasiket e këngëve të mira të mia. Po lot burrash? Po jam i pari që i s'është vëra ti der dikush. Kur mua më pëlqen diçka në skenë dhe jam në atë botën time, mund të nderdhi lot për shkakun që mua më vdiq babai për shkakun. Në 2007 dhe shkota këngën Peng, që mora pjesë në festival. Para se të dilnja unë lotova shumë, thash si do dal tash. Si u ta përballoj tash. Çfarë e forcon njeriu në ato momente? Të paktën ty si Devis. Dhe në emër të përvojës, Viola. Po dhe këpucët e mia janë shumë të rënda, nuk i vesh dot çdo njeri. Kem bash 42-shi, po nuk i ngre dot, sepse kam vrapuar shumë në kuptimin e atyre që jam sot unë si artist. Kam parë shumë skena, kam parë shumë situata, dhe të gjitha këto është një fjalë ato që nuk do vdesin të bëjnë më të fortë. Kështu që përvojat e mia të jetës janë shumë. Kështu që duke futur dhe atë që babai im donte që unë tisha ky që jam sot. Babai im ishte profeti im sepse ka një gjë, unë e kam thënë edhe të tjera që dolën pak atë për shkak si ka. Jo, s'dalim nga tema asnjëherë. Këtu jemi për të shkuar nga një gjë tek tjetra. Jemi tek Devis Xherau, kështu që nuk dalim nga tema. Kudo që të shkosh je ti. Unë jam profeci e babait sepse në kohën që kam lindur unë, në atë kohë nuk mund të shkojnë dot gjinin e bebes. Kështu që nëna nuk e dija se çfarë do linte nëna ime. Edhe babai që ishte tifoz i Elvis Presley dhe i Demis Roussos,
Nëse do bëhet djalë, tha, kemi Elvis, kemi dhe Demis. Do gjetë diçka në mes. E kishte gjetur emrin Davis. Wow. Po. Ai ishte filo-amerikan në dëgjime, ose thash, në lidhje me kushërinë që kishim dhe ishte edukuar në këtë pjesë. Dhe kishte edhe kjo pjesë e Korçës, në lidhje me Amerikën. Po lindi djalë, do t'ja vëmë emrin Davis, dhe ky do bëhet artist. Këngëtar. Unë linda djalë, ma vuri emrin Davis, unë bëra këngëtar. Kështu që një farë mënyrë jam profecia e babait dhe duke kënduar babait që më bëri ky që jam sot në kuptimin e disiplinës të jetës. Tash baba ti që aty sipër nuk do më lesh mua që unë ta prish këngën tënde në festival. Ti do më japësh forcë. Dhe duket se njeriu merr forcën. E mora forcën ato. Paska se ishte edhe koha e pandemisë dhe festivali u bë jashtë në atë kohë, u te kolonat. Ishte një ftohtë i papara atë. Ne s'do dilim me xhup, se dilim do të ishim me kostum. Do interpretojës Mi po e ftohtë atë e suporton shumë emocionin, kupton? Po, se përqendrohesh në diçka tjetër. Po, kjo emocion, nuk e ndihmon emocionin e ftohtë, e të shkatron kur ke ethe, kupton? Edhe nga e ftohta. Mi po ja, gjitha këto bën që unë dilja me sukses në atë këngë, e performuar në mënyrë më të denjë, domethënë, këngën peng. Çfarë ka mbetur peng në jetë deri tani? Amerika, të shkoja në kohën që unë kur shkova në Greqi nuk shkova për të jetuar në Greqi në vitin 97. Shkova le të themi për pushime, në atë kohë këndoja në Korçë te teatri Andoza Koçajupi si profesionist. Shkoja edhe për dasma dhe kisha lek në duar. Isha mirë ekonomikisht për kohën, kuptohet gjithmonë. Thash, po marr një vizë mujore, mora një 500.000 dramishe, thash, do vetë dëgjoj live këngëtarët që ne me këngëtar grek. Kulturë pak shumë po. Ai që kemi komshin dhe kishim dëgjuar, kishim informacion. Dhe kuptohet. Unë paçka se u rita me atë mentalitetin për Amerikën, për Hollywoodin, kur shkova në Athinë, nga Korça në Athinë ishte një realitet shumë i madh, domethënë. Atje ishte Amerikë. Ndryshim. Ishte Amerikë. Në qendër të Athinës ishte Amerikë, domethënë shikojnë reklamat e gjithë këngëtarëve të mëdhenj atje, reklamat të ndryshme, drita, ishte thash. Nëse gjithmonë e edukoja veten që orë këtij në Amerikë lere këtë vend, kupton? Mi po dhe njeri që jam shumë open mind, pa komplekse, sepse ishte shumë vite të vështira për shqiptarët atëherë. Shkova një mikun tim dhe ata ishin një tjetër rrymë, ishin pak të trembur, ishin pak karta, probleme punë ekonomike. Kurse unë thash, hajde ba çoni tash ti ikim, dalim, unë isha i etur për të jetuar një jetë që të ofronte pak më shumë, pa. Si doja unë, më kupton, më thënë nuk do vete se kam probleme ekonomike dhe ky është e fati im, më kupton, dhe unë doja drejtimin tim, kupton. Po jo për qëndruar në Greqi. Rastësisht në shtëpi. Okej, fal. Jo, pse nuk ikën në Amerikë? Kjo ishte duke qenë se është një nga gjërat që të kanë mbetur peng. Kur u hap ambasada këtu amerikane në vitin 92 ose 93, unë në 93 shkënyra për aplikova për vizë. I po i sinqert nuk doja të gënjeja. I thash, pse do vesh në Amerikë? Unë do jetë në Amerikë tash sepse babai më lindi me kulturën tuaj, më rriti me kulturën tuaj, më rriti me këngët tuaja. Dhe unë dua të provoj Hollywoodin. Dhe vodi thash, po si e provon ti je këtu, tha, gjus di, se me përkthim. Gjun ta mësoj tash, pak anglisht tash di tash. I vjen thash një krahasim që ngeli ai. Pse çka kanë më shumë hollywoodianë tash unë. Ata vjen në banjë dhe unë në një banjë ulemi thash. Mbeti ai kështu, thon. Nëse fare kështu, fare pa komplekse dhe fare, domethënë nuk kam patur të tipit që obo se është amerikano dhe u tash i të ri çik kështu, ke parasysh të ri pak me ndroje. Isha si flisjan shokët e mi. Jo, tha, nuk e fiton të status. I shava njerë kështu, si shdinja unë, kështu në nënze, ika, i shgënjyër. E thash, po e provojnë nga Amerika, po shkoj nga Amerikë, nga Greqia, thash, mosh kushet që kanë hikur shumë njerës. Dhe, kështu ishte shkruar, shkova një emision pasaj në 97-ën, sa kisha një javë gjysmë në Greqi. Atje ishin... Po një sekund, ti di greqisht? Ja, vetëm kuptonja dhe dinja disa 20-30 këngë kështu në mënyrë papagallçe. Përmendësh. Po nena ishte vrar vesh me gjë korrekt. Dinim fjalë. Si s'dim ne, që gjysma të si s'dinin për shemb Shqipëria e mesme që dinin italisht. Ai sa dinin nga televizion, ne dinim ai sa dinin nga ato, po kaq, do nuk dinja që të mund të kuptonja më mirë se sa mund të flisnin. Po. Se pas 6 muaj fola si Mehmet. Edhe shikoj atë emisionin quaj Gjesi Papuçi dhe talentet e saj. Gjesi Papuçi ishte një aktore e shëndoshur si Violeta Manushi Jona. I dëgjoj ata, unë çan tash. Ta para me jo se isha unë, po
ishin fillestar, më kupton. Shko gjera merr pjesë tash. Telefonin unë Jasu tha, çfarë Jasu ku di unë do you speak English tash unë. Tha, okay tash unë gjoj tash si puna, po shkoj emision të po nga e tim tha mua. Nga Shqipëria tash. Nga Shqipëria tha. Pashi aty, okay. Po se nuk kemi atë maestron, nuk ka nevojë për maestron fare tash unë. Dençorin ja për në zyrat dhe në orën 3, okay. Brenda orës 3 isha orare 11:30. Taksin unë lukën e vish e mbaj atëre, pasetën, flokët art, Elvis, çizme me majt, gjinse, okay. Jep me përshtypje në diçka e ndryshe. Të një artisti. Troka si bie zile zat der na i, zotëri. Jam ai që folëm në telefon. Tash shqiptar dhe kjo mënyra nuk i dilte. Zërit edhe figurës. Nuk i dilte sa, okay, nuk i dilte. E kuptoj, sepse atëre këto kaq kishin para ata në ne. Nuk din ata që janë tjetër të medaljes të artistëve tanë që sot janë spala, violinash, janë aktore çfarë atje në Greqi. Po sigurisht. Nëse, po të thash ta, mi po dera uap, edhe un pash piano atje. Thash nuk është maestro, po edhe un të thash tash që s'ka nevojë për maestro, duke hyrun. Brenda. Dhe në ato kohë kishe këtë lloj lirshmërie ishte çike duhet ta kishe në tip. Do të jesh edhe i sigurt si po, do të jesh shumë i sigurt në vetë, në profesion, në gjithçka. S'ka problem tash, duke ikur apa pianon unë. Ai ngeli po më shikon tash se. Këta shikon edhe karakterit. Ishin për atë punë si duaj. Piano i filloi. Let it be when I find myself in time. Edhoj maste, atë kuptova fjalën edhoj maste. Këtu jemi. Edhoj maste. That's it. Ai po prit ska çfarë. Prit just a minute. Mbaroj atë, kishte një kitarë të ngjitur, marr kitarën, këndoi këngë greke të Janis Parios. Ai tha, ai njeriu që pash në derën telefon, atë që ishte atje s'kishte lidhje fare. Nëse mbaroj më tha mua tein se ky ishte emision që bëhej çdo të shtunë në një lokal në një kanal lokalist ishte në Atinës, New Channel quhej. Po. Çdo të shtunë bëhej ky emision dhe ishte an. Teinte më tha mua këtu në orën 6 mas dite se vjen Xhesi, vjen pjesë të arte stafi që të shikojnë ku e di unë. Okay tash. Vjen ky shoku tim nga puna, i thash, shoku tim, teinte çfarë plan ke? Po në punë do vi. Lere punë tash do vishëm përkthesh. Kështu ndodhi. Ai s'po e besonte tash, se ishte në teatralitet, kupton. Ishte në punë, ishte i lodhur, ishte. Po ima po smuta mendonte tash të vinë shok ty në këtë lloj kanalizimi. Edhe thjesht krejt papritur ta gjej veten. Pa gjuhë dhe ky më thret mua tash, ai 5 vjet sa kishte 4 vjet në Athinë, ky më thret mua tash të vetë ti përkthej në një vend për të kënduar, domethënë se ai edhe ai çelist ishte. Duke marrë parasysh jetën e emigrantëve shqiptar në Greqi në ato. Ata takoheshin jo se Berat Suvan, nesër lash një punë ande, erdhi policia në Azuri, siç ishin problemet e shqiptarëve në kohë. Po unë s'kisha do nga ato lloj problemesh. Unë kisha tjetër gjë në kokë. Dhe rastisht doli kjo. Rastisht jo sepse ndoqa unë, po që rastisht edhe në ekran unë e pash, ika, kupton? Ore do vish apo do vish tash? Në ora 6 mas dite tash. Do vishim përkthesh tash, unë se vjen këta. Nëse pasaj më filluam kush ishte emisioni, ku e di unë pyeti nëse erdhi. Entja, vajtëm ne veshëm të mirë. Vajtëm shkuam atje. Ky është ai, Xhesi më ofnë qafa aktoria. Ku i njëu? Ja pa, shank po tash ku kisha denu se ç'bësh. Po ishte kështu për kuptimin e punës, proces punës që i takon të gjithë. I takonte po këta kishte rënë zile tash që ka ardhur një shqiptar që këndon Beatles, Elvis, kishte rënë zile e madhe për ata. Ke parasysh se unë i kisha dhe parë dhe çfarë talenti ishte ata që marr pjesë. Sistemi në rëmbythje. Po. Ma rëmbythje. Është fjalë popullore. Po. Jo vetëm në Korçë, përdoret kudo. Sa dorosh do mësosh, po. Nëse unë isha një nga ata rëmbythja që ata nuk e kishin planifikuar që do vinte, kupton? Dhe unë i dola ndryshe. Po më tha Janis si ekstrem ai ky asistenti më tha kështu që don pa thash unë. Pa të dëgjoj mirë, pastaj futa unë se këndoj edhe shumë Eros Ramazzotti në atë Cosa della Vita, ajo Fuoco nel Fuoco. Ishte shumë në modë për ata. I bëra një repertor më të gjerë. Na mizi atje. Për qafe, mua të shtunë, janë 15 veta, i sa ti do të vëmë në listit. Gjoj dhe shumë Xhesi. Tende ky shoku. Mua më pëlqen të dal i fundit gjithmonë, sepse i fundit ose qan ose qesh. Po normalisht me këtë nivel që pashtu ta shumë vetëm do qesh. I bëri përshtypje kjo. Vetë besimi yt ndërkohë ishte në tavan. Mi bëre pas data unë, domethënë reagimi tyre si ishte. Nëse mezi prisna të shtunën, unë tash e kupton tash Korçë, Athinë, unë mendoj një para Amerikën,
surpriza na thin që ato që pash ishte këtu është New York thash unë. Ishte New York, në atë kohë ishte New York. Jo nga atë kohë, nga Tirana, vinja New York ishte, New York. Dhe New York. Në atë kohë. Dhe kështu nisi e gjitha. Dhe pastaj të shtun shkoj atje i dëgjoj këta rëmbytjet e tjera. Me modesti flas. Nuk ishte. Okay. Nota me lartë se ishin 4 veta në juri, 6 kishte dalë atëherë, okay. Me të resi, mua dola atje, mora kitarën, pasaj filloj, Cosa della Vita, filloj me Ramazzotti, sono mane situat Giacomo. Pasha ta këtu yp, marrë dhe një Janis Parios me gitarë, shkojnë 10, mi po mora dhe shokun tim përkthysi. Tani Davis ta që është si edhe o Vasiliaci, ata mbreti natës, çfarë do na thotë, u odh Beni pasaj që kështu ka nga Shqipëria, eri për turizëm, kështu. Pastaj qëndrova në Greqi? Qëndrova në Greqi, sepse përfundoi këtu fati im. Atë natë ishte e shtunë, shkuam në Janis Parios, lash një 100.000 dirham ku dhe unë piva, pash një këngëtar të matë, nga dia kini çfarë informacion kini për Janis Parios, nga më të mëdhenjtë e Greqisë. Në një buzuk 2000 veta, Diogenis Palasi është sot nga më të mëdhenjtë. U kisha parë unë atë lloj argëtimi. Me 20 veta orkestër, me 2000 veta në skenë dhe një cilësi të paparë, domethënë. Aty fillova çfarë bëm, pim, qam, kisha këtë se s'po menja çfarë do ndodhte, mora shpimin e parë atje, një javë në Greqi, çfarë po bëhet, unë për tjetër gjë erdha, për tjetër ku përfundova. Të nesërmen prap bie Zilja në shtëpi. Kisha çuar ora 11-12 në drek. Zer tash unë ky shoku tim do jetë. Martele, mo shok. Ja, su tot aju, prapun, diskun, do you speak English? Po dukesh që ishte këtë radi ishte tjetër e folur. Ky merrte nga shoqëria BMG. BMG ishte menaxheri një këngëtari shumë të madh në atë kohë që është dhe sot, Stamatis Gonitis. Gjë më tha mua, ka pas Stamati në emision, se këta këngëtarë të mëdhenj punonin me sezone. 4 muaj në një buzuk, 3 muaj në një buzuk tjetër. Grupi është mbledhur, është mbyllur si grupi i këtij buzuku tha. Mirë, po ai të pëlqevi shumë se këndonjë Elvis Ramazzotti do të dëgjoja nga afër tha. Nëse do i pëlqesh live atje tha, do të futim sfina i tha. Domthon, është mbutur grupi, po do futim edhe ty. Po. Çfarë bëhet sot? Unë jam kë. Çfarë bëhet? Mirë, po e mbanja vetëm. Ishte bërë akoma një javë. Po pra, e mbanja vetëm kështu me si thua me shiringa që ore ti je për Elvis tash, ti je për Amerikë. Mirë, pra që për mua ishte Amerikë, shkuar në Amerikë se. Marr taksi. Shkoj aty në shoqëria BMG, ishte me të kuqe BMG, me të kuqe të mëdha. 6 kaçë. O zoti mash. Edhe si thua, edhe anë negative janë të mira, po dhe anë pozitive ndonjëherë dhe nuk i mban dot. Është vërtet, të dim kështu. Duhet vina avash avash, se nuk mësohesh dot, ëh. Po pra, po isha të paktën artistikisht isha gati. Po, okay. Një skenën e teatrit Antok Çajupi, 600 veçit. Isha në 2 spektakle që më kishte marrë Vera Grabocka në vitin 94 në Miss Albania, këndova një këngë country. E kisha shkelur sallën e Palatit të Kongreseve, por gjithsesi ishte tjetër gjë kjo, sepse ishte në vend të huaj. Dhe ato që dëgjonja që ishte operacioni fshesa për shqiptarë, që zinin pa karta i kthenin, ishte një problem shumë i madh. Ore Devis, me gjëra fjala se ndolet te këto marrëdhënie midis shqiptarëve dhe grekëve. Po. Si të kanë trajtuar grekët? Ja pra unë këtë prandaj po të ose mbase nuk e di se shiko ti ke qenë i famshëm edhe mbase të kanë trajtuar mirë, po shqiptarët e tjerë nuk e di. Dgjoj si puna. Prandaj po ta tregoj historinë time që mua pa çka se fillimisht tha shqiptar ky që më merr në telefon, mi po kum pa nga afër kum dëgjovi racizmi aty mbyllesh valla. Vetëm në rrethet tona artistike nuk kishte asnjë lloj problemi të tillë. Ishin shumë avangard artistët. Jo ti je shqiptar, jo ai ishte. Ja, për artistët jo. Për artistët jo. Artisti mbetet artist, nuk besoj që e bën origjinal. Shkuam në shoqëria BMG, ta ky çfarë ke bërë? Më tha, "Mo ja këto kanë bërë tash, prap aty piano, prap ashtu." Ai tifozi dhe Elvisit dhe Ramazzotit. Nese shkuam te ky buzuku i madh që po bënim prova. Kisha dëgjuar për të këngëtar, nuk e njeh sa ç'njeh Janis Parios, po sa ju rat stop, tha, "Hey Davis, hajde këtu." Se çu tha aty në greqisht, që ky e pashtu se pashtu çom, tha mua dhe na thuaj tash çfarë ditë bësh. Po ku kisha parë orkestër 15 veta. Ku kisha ato dëgjime, i pash në prova, atë lloj dëgjimi. Ta çun ai guys tash, i la major tash tu. E fillova Elvis. Blue sweat shoes, wait, one for money, two for show, fillova unë në
Aty më kaloi gjithë fëmiria para syve. Domethënë kur më çonte i matë që shkonja Elvisin në televizor, gjithçka hyra në botën time dhe kur ngres syt një moment. Aty unë ndjeva sikur isha në Las Vegas, kur ngres syt një moment gjithë poshtë ata. Duhet kërcyer e thash, xherau e morë provimin. Mbaroi. E i pyeta ai të më shkort ata në shenjë kortezie kështu. Si thoni ju ta marrim Devin? Po, në terr. 1-0. Aty se mbajta dot se kisha një mbajta në banjë, futja një të qartë të mirë, lot kështu gëzimi, ishin shumë ndjesi në atë kohë që nuk i shpjegonja dot, dal. E kuptovi dreqi, ishte dreq, ta më gjodha. Davis, unë nuk i shikoj njerëzit as nga pasaporta, as nga feja. Ai është vërtet çek. Stamati. Unë i shkoj nga talenti vëlla. Më bën dhe ti je talent vëlla. Ti e ke vendin këtu. Kujt ja the të parit këtë lajm të mirë që po ndryshonte jetën tënde? Ky shoku tim që ishte. Okej, përveç shokut. Familjes. Mora babain i thash kështu. Mi po dhe baba ishte burr kështu. Që nuk e jep të vetëm. Po e dinte edhe topsitë mia dhe deshte të inkurajonte. Po mirë, okej, tha, ti je për në Amerikë, tha, e kemi thënë tash, tha. Kjo është një nxemje, çan nxemje baba, kjo është Amerikë me vete. Pastaj më mori 12 vjet e ndaj unë në Greqi, në 2007 pastaj në 2006 unë mora pjesë që u katapultova përfundimisht në ky emisioni Fame Story, që ishte si Big Brotheri i Greqisë, që ishin gjithë këngëtar. Mi pat ishte si akademi, më kupton ishte akademi, domethënë që kishim edhe 4 orë mësim para dite, gjithmonë lidhje me këngën, menim nga një këngë çdo të hënë, çdo të diel dilnim në gjykon juria. Domethënë ishte kështu Big Brother këngë. Big Brother këngë. Po. Big Brother këngë. Aty pasaj u katapultova, aty ishim në ekranin më të madh të Greqisë në atë kohë, Antena që quhet. Antena, po. Me thënë ishim 14 Luiza në atje. Siç doli bëri bum ai Big Brother Luizit, sepse këta atë mbajnë si ashtu, edhe ne ashtu ishim. Po u dëgjuan me audicione 14.000 veta që morën pjesë në 14. Pastaj kuptohet, futeshin të tjerë, po ne të parë. Kush e fitoi atë? Ishte një Leonidas Balafas, një rocker. Do artist ka një status të veçantë. Bebi është artist me një përvojë shumë të madhe në skenat shqiptare dhe greke dhe botërore, sepse jam tani për shembull me qëra fjala në datën 6, 7 dhe 8 mars unë jam në 3 koncerte në Amerikë dhe në Kanada. Në datën 6 jam në Boston nga Adria, nga miku im Bledi, në datën 7 jam në Toronto nga Sofra Shqiptare dhe në datën 8 jam në Montreal. Kështu që çfarë repertori duan zakonisht ata që jetojnë jashtë Shqipërisë? Për shembull, po themi Kanada dhe Amerikë. David Geraun. Okej, gjitha këngët e tua. Gjitha këngët e mia dhe këngët kuptohet. Po janë më shumë të ndjeshëm dhe më shumë dëshirë për dëgjuar këto këngët që janë balada. Gjithçka. Prerje damarësh apo duan alegri? Dëgjoj, shqiptarët dhe violandej duan gjithçka, sepse janë shumë me mall për vendin, edhe domethënë duan dhe të duart rokasin dhe të këndojnë, po dhe të kërcejnë. I duan gjitha dhe unë nga që jam kështu futur në ata këngëtarët multivitamin, si në rryma edhe në gjuhë, kam fatin dhe ata kanë fatin që unë të jem bashkë me ta dhe në Toronto jemi bashkë me Mira Konçin. Sa bukur. Dhe po t'i rikthehemi edhe një herë historisë tënde aty ku e lam. Shkove në një reality show në Greqi, more pjesë aty. Fame Story po. Pastaj çfarë ndodhi? Pastaj rastësisht kur unë shkoj te menaxheri im që ne punonim në Selanik, i them, Jorgo i them, çfarë do bëjmë tani? Se dola emër, i lançuar, fort, ka ngritje page, ka ngritje vendi, sepse ka një status, ka një hierarki buzuku, kupton? Devi flasim nesër tha se tash do ik në Lefteri Pandazis. Ku do vesh tash? Kam takim me Lefterin, do vi dhe unë. Hajde tha. Tash shkuam takojmë Lefterin, rastësisht fare se ky kishte një punë vet, për punë domethënë, shkojmë te aty te kazino ku flinte ai kazino e Selanikut. Tani zbret Lefteri dhe takon Jorgo si tash Jorgo ma të prezantonte është Davis që ishte në stop i tha. Më kthehet mua ti je Davis, ishe Fame Story, ke thënë këtë, të kanë thënë këtë, ke kënduar këtë. Unë tash në moment filloi po qeshore, gjyshja si e ka emrin tash se s'ma the. Ai i mirë informuar në gjithçka time domethënë. Atje bile në një moment që unë këndova, më kishim vënë kështu si background Miss Greqia atë kohë, spektaklin e Miss Greqis, gjithë vajzat e Miss Greqis. Ai Uris më tha më kujtove fantaziun e viteve 80 kur këndonja tha dhe me vajzat jashtu. Dhe të kanë thënë dhe kështu tha. Jo, ti do këndosh me mua tha në sezonin që vjen. Ishte maj.
Bilen ditën time 15 shtator, ne kemi audicione. Ta ti do vish për sy e faqe në audicion se ty të njohim të gjithash me figurë publike. Ti je për procedurë, po. Për procedurë dhe ti do fillosh me ne. Këndon të kynë Buzuk, Angela Dimitriu dhe ata dy Januli Zvazeu që këndonin Aga po mja pizzerika. Ine trela, ine tlik. Edhe Kaq duam. U qua nga karike. Ja supi. Thash, na numër telefonit tha, nishte që njohje e forta, ajo sepse me këta këngëtarët e mëdhenj është çik problem se edhe s'ngen telefon, kanë dhe komplekset e tyre, kanë si të menaxhojnë miliona që kanë se këngëtarët janë grek janë shumë të pasur andaj. Shumë të pasur. Gjek se kemi ne sepse që nga vitet 85 ose 80 me 2010 ato 30 Greqia ka qenë, domethënë për mua i vendi parë në botë që këndoi që nga jana deri të diel, 7 herë në javë. Industri, kuptohet. Industri. Ishte mrekulli. Okej, kalon një muaj gjysmë marr telefonun. Ata marrin tash, mos na ka haruar fare. Lefteri. 2 herë Brazilia. Bram 2 herë. Ja su Davis ta. Pa më thënë si që kemi lënë, dhe datë 15 shtator, ora 3, unë kështu, po jo së të mora për ata, e di që së më more për ata. Por e di që më more për ata. E di që së më more për ata, por unë po ta rikujtoj. Me në kuptimi që ri i qetë. Ta shi si e ke nga shpia, si po kalano, okej, ky është. Në rregull. Ky është. Ky është shumë bob. Bur bob, se bur në atë kohë, nese, ma thë, mor sa ishte, ku di unë. Edhe vjen 15 shtatori, a i me kështë e në orën 3, unë orën 2:30 atje. Mi po se dina, ky gjithmonë në çdo punë që kishte të lidhje me këngë, ky vinte një orë para. E studion të gjëra, sepse shumë profesionist, edhe biznesmen. Sa futem unë që për të takuar shkon në orën 2:30, kemi thënë më 3, më tha mua, që të vi gjysmë orë para do të thotë që ti je dok të punë, shqetësohesh për të punë, je korrekt, një arsye më tepër që bashkëpunimi jon do vazhdoj. Pastaj kalova, ju jem mrekulli, ato 4 herë në javë punonim në atë kohë. Me bëri ofertën ti ishte producenti im, pas 4 muajsh. Okej. Kemi bërë një album në Greqi. Te shoqëria Virus ishte ai kanali Alter që e promovonte, filluam bukur. Shkuam në pothuajse gjysmën e vendeve të botës, domethënë ku kishte grek, shkuam për koncerte. Po me parat, si po të shkonte puna. Po, isha tjetër. Para Fame Story dhe pas Fame Story ishte tjetër status. Nuk notonja në para si shton, po isha mirë, ishte mirë, po ishte me pan të tjerë njerëz, yran të tjera shoqërira, yran tjetër profesionalizëm, shëtita gjysmën e botës si artist. Pash skena nga 25.000 veta, po një me bukur afare ka qenë Las Vegas pasaj, që më në kam treguar dhe tjetër. Thash ne ishim shumë famous, po diaspora e shkonte shumë të Fame Story-n. Kur shikoj 2 vajza me kështu kaçuel se ishin si viola, të dyja, binjake, rreth 20 vjet, 21 vjet. I shikoja poshtë që po bërinë, po më njëra filloi po qante kështu dhe u çua në skenë, mu varr në qaf, thash. Çaka. Se kishin parë lloj të gjëra, po thashin ishin shumë famous, Sada Davis. Mbaroj, vinë në dhomë për fotografi, si që vinë për autograf, ishte ku autograf akoma atere. Kisha unë 200 copë që me fotografi që jepe autograf. Sa u futu në dhomë ato, David, në qafë, mua bashkë me, unë jam babaj, tha, Jana dhe Jona, se si kështë, ne me to binjake, miliarderi ati. Dgjoj tha, em tërgoj sa foto në shtëpi, për shembull. Muret e shtëpisë ato i kishin vetëm me fotografinë time. Davis aty. Po. Në Amerikë? Në Amerikë. Jetojnë në Amerikë. Në Amerikë, lindura në Amerikë. Greke në Amerikë, po. Tash më tha mua, unë dua të bëj dhëndën, më tha mua, zgjidh një këtë duash. Ora çfarë po? Sa vjeç isha? 30 sa isha 33. Okej. 33. Çfarë po më thotë kjo mua tash? Na afton të nesme një super vilë që futesh si të futesh kopsi zoologjik. Në vilën e tij ekje ndonjë 1 kilometër. Pastaj shkoje te shtëpia. Ishin kafshët anash, tigra luan ku e diun dhe vjen në vila e tij 7 katëshe dhe për nderin e Lefterit kuptohet dhe timin. Kishte marr 15 kuzhiniera nga kuzhina të ndryshme të botës, me kuzhina të ndryshme të botës, italiane, aziatike, turke, gjitha me radhë, 15 veta që ishim ne, na ftuan atje. Po mirë, një sekond, pyetja kryesore, me kë? Si me kë? Me cilën do të bënte dhëndër?
janë të dy fansa të çmendura, më thënë mua janë dashuruara. Me sa, jo ka qenë Nuk kupton, bakutse. po si thua Ma ishte babai dritën e ishte shile. gjithmonë ai apo Ore kishte ma dha babai dritën e shile në kuptimin që tash Varja ndonjë. okay, ti je djali i shtëpisë në kuptimin edhe kur hyra Te ke takuar më? Jo, po ika në Las Vegas. S'mbajte asnjë kontakt, o? U tremba bile nga gjithë Po mirësi. pse? E po tash. Të trëm mirësia. Tani unë të thash një gjë, paratë gjuna të tregohen. Po mirë, edhe çanolli po se. I çanoti mbaruam, ikëm pastaj që nga Las Vegas ikëm, domethënë myrin pak në sy kur i shkuam në LA, në Los Angeles. Që dham koncert Bergej, këtë kuptohet kisha një shoqe atje që shkon tek Planet Hollywood. Te vilat e Hollywoodianëve në Boulevard dy Yjeve, që i pash të gjitha okay. Ato pastaj okay edhe pak Manhattan në New York, pastaj se shkuam në Washington, se shkuam në Boston, se shkuam në North Carolina, South Carolina, nuk më në sy fare valla. Tash si ka mundsi pam Las Vegasin të parin më burr. Se Las Vegasin duhet ta shikoni një herë. Nuk e di Edhe ja keni hoqja qenë ato ndonjëherë. shihen Po që shumë e madhe për qenë e para. për ta harruar dhe për qenë e para, nuk e harron një dot. Mua më thon Dubai, okay, po është një kopje Las Vegasit. Show okay, po ato që më kanë thënë, por kopje Las Vegasit është. Mirë, duket sikur karriera jote në Greqi ka qenë on top. On top. Dhe pranë Në dua më të të dal, mirën e dua të saj. dal dhe ajo që thotë Çfarë të solli në Shqipëri? shko çfarë solli në Shqipëri. Në vitin 2011 2011 jam kthyer. Aha. Në vitin 2009 un razila e madhe që debi Fame Story, okay. Më merrin telefon bija nga një koncert këtu. Dini që isha lidhur me Lefterin në punonja në stafi i tij. Ishim këngëtari i dytë. Ky këndon me Lefterin dhe në Shqipëri dinin këngën tope. Një papagalo. Tash tope, shqiptarët ti e dia, kënga e qeshura. Tope, okay, tope, mi po ku ja u shpjegoj që ore tope do të thotë që e tha dhe papagalli. Ata po pse kështu është, po se si e dinë ti? Tope në Shqipëri, tope në greqisht, s'ka, o në Shqipëri, ose në Shqip, ose në greqisht, në të dyja nuk i ke, se kemi atë luksin të përtem në dyja njësoj. E këndoj tope papagallo, s'me qështë. E dinja, po, e Lefteri se kështë të kënduar kështë e vite, ka qenë hit në Greqi, në vitet 80-85, po është e vjetër si. Tani papagalli ç'kishte thënë se e tha dhe papagalli që siç e bëran në Shqipën, që të puthi ty Arani. Okay. Do të thënë iku buri nga shtëpia, Okay. papagalli spionoi. Spionoi Ka qenë një histori për para disa kohëve që një çift u ndan, përfunduan proces gjyqësor divorci se papagalli tregoi që Ka qenë histori kjo? Po. Ku në Shqipëri? Jo, në SBA, Okay. për para disa kohësh. Shumë virale. Kështu që kur këndoj tope unë shoku këndonin ta sigurisht It's My Life, domethënë tash po tope, tash si ka mundsi. Okej. Bi videon. Aty më punoi mendja tamam. Se, vinja në Shqipëri, po pak njerëz nuk kisha atë emrin që thash, kjo është bileta ime e hyrjes në Shqipëri, thash. Unë do risjell me këtë këngëtar 2008 me këtë këngëtar tash në tope në Shqipëri. Ai greqisht në Shqip. Mi po ishte tabu në atë kohë të këndoje me një këngëtar grek dhe të bëj një duet siç e sollon këtu. S'kishte ndodhur ndonjëherë, se i dieshin marrëdhëniet, shneta shi një këngëtar i madh grek të bëjmë me një këngëtar. Mi po status unë e kisha fituar. Atë njeri e kisha fituar. Dhe njeriu e dur. Çka ka shumë këngëtar të mëdhenj, po nuk bën me këngëtar më të vegjël. Jo që isha shqiptar, po edhe me grek nuk i bën. Edhe se thash është industri dhe ka procedura shoqëria diskografike, menaxherët, kurse Lefteri ishte vetë menaxheri i vetes së tij. Ja tregoj videon. Çfarë thua thënë? Ja, këtë tope tash në Shqipëri është himni i dytë thash për momentin. Si jo kështu tha. Jo tash. Kjo është bileta ime e hyrjes në tregun tim shqiptar. Do ta bëjmë. Do ta bëjmë tha. Jo, më lër ta mendoj, tha më lër. Kaluani 2 javë do ta bëjmë tha çfarë. Nuk e di a keni që në atë kohë kur bëm ne tope papagallos tu, ma tha dhe papagalli, dëgjohesh domethënë një vit të tërë. Ku e bët atë koncert? Jo koncert, e bëm e bëra si klipun. Si klip e bëra në Greqi. Po nuk e bët live pastaj këtu në. Bëm live ku erdhëm në Sarandë. Në Sarandë. Pastaj në Tiranë, në Shqipëri bëm 22 koncerte bashkë. Më kupton? Po çfarë ndodhi në 2008? Ishte pak a shumë si këto ardhjet e Konstantinos Argyiros tash me këtë Athina Mu. Ashtu ishte. Po ndoshta edhe më po ishin shumë avangard sepse thash thyem tabu. Edhe ai thevi nga ana e grek dhe thëshin po të bësh duhet me një shqiptar. Kolegët, njerëzit, më thash, mi pa kishte probleme se. Po si kishte këto komplekse po. Po sepse Lefteri është rusopon, quhet Lefteri ishte i ardhur nga Rusia, ishte grek i lindur në Rusi. Se mua më ra shesheri. Të ra shesheri, okay. Ti ke në Las Vegas. Po ja këtu do marr një bonë. Okej, cilën do Davis? Po këtu me çfarë janë këtu?
Keme çokoladë. Jo, me çokoladë dua. Kjo, okay. Jo, lere, edhe kjo çokoladë është. Edhe kjo çokoladë, apo deshet ti çokoladë? Jo, s'ka problem, mos e vrit mendin. Si e do t'jegon? Më jep atë rozën apo blun? Jo, atë blun. Ma vin çfarë është? Ma vi. Ma vin në greqisht për ti thon. Ma vi thon kështu. Lila, ma vi. Ç'na ka bërë kjo bon. Na morim qaf. Na morim qaf, po unë po e dëgjoj Ra sheqeri me këtë historinë time. Po dëgjoj Devisin në shumë kërshëri. Cilët janë disa, po them, artistë të mëdhenj grek që ti ke takuar ose të ke pasur rastin të Të gjithë para pak a shumë, nuk kam punuar me Notis Fakianakis. Kam punuar me Vasili Kara, me Angela Me Vasili Kara? Vasili Kara, po. Kam punuar në Katerin, në Net. Super këngëtar, super njeri. Një bëf mirë. Ale ju bëf të mirë. Na bëf të mirë. Bon. Mos harroni sa herë që ju merr uria, edhe keni nevojë për një gjë të ëmbël që të ngrini sheqerin, croissant Bono. Unë normalisht sot është e mërkur sot, Po. Unë normalisht ja të shtunave këto, po e pisha. Një abuzim i vogël Lejohet. Kur është abuzimi i ëmbël. Edhe kur jemi me artist, më tash, e kupton, kur kemi një mjedis kaq të mirë. Unë them ta dëgjojmë pak Unë xhelozoj, që është kënga e re e Devit. Okej, dhe të Po ka 2 javë ka dalë në YouTube, unë xhelozoj. E pastaj do t'ju besoj unë juve për këtë xhelozon juve. Okej, mirë, pra e pranojmë sfidën, e pranojmë, e dëgjojmë Unë xhelozoj. Mirë, kjo ishte Unë xhelozoj, kënga më e fundit nga Devi Xherahu. Kë xhelozon? Pse xhelozon? Se the që do na vendosje neve përpara vështirësisë, po të pyesim një herë ty. Atëre unë nga që respektoj më të vegjëlit, po janë nga ty Viola. Kële xhelozon ti Viola? Unë xhelozoj veten time. Të drejtën. Veten time 18 vjeç. Po pse duke që jam njëri që dua vetëm vetë. Viola kujton në shpinën e varrit kujton litar. Me të nuk pyet disa vjet para, shumë pak vjet para. Po Ti pse? e gon? Po pse xhelozon? Nuk I dhimnin kockat përpara se të binte shi. Megjithënë, ka shumë pas kanë ndryshuar. Di se do të Viola një shoku im. I kërcasin kocka tha, bobo tha. Të shkojmë të vjetin, nuk vjetin dot, pse tash do kërcasin kocka. Unë këtë xhelozoj unë. Po ti unë jam njëri që xhelozoj, po pse duke ditur Po mirë, xhelozi tash, mos e marrë është fjalë madhe shumë xhelozi. Okej, ja e bëjmë kështu. Kush është më xheloz nga ne të tre? Nisim. Sa xhelozi ti e gon nga një Jo, unë kam provuar që jam xheloz, po juve si jeni, po unë kam provuar që jam xheloz. Unë e them, e ka thënë botorisht. Ore, nga 100 sa xheloz do e konsideroj veten? Po ndoshta, ku di unë çat them 20 ose 30. E di pse se unë mendoj që qa është e shkruar të jetë për mua ose të jetë e imja, do jetë për mua ose e imja. Qa nuk është e shkruar të jetë e imja, s'ka për të qenë kot, mos u lodh, mos xhelozo se u thulla atë gryen në vet. Se di tash. Hajde pa më thuaj. Po shokuim, po ti jesh po të dashurosh tamam, domethënë. Si ajo puna e Violës që më dhemin kockat. Më dhemin kockat, do ke xhelozi vëlla. Pak dozën nuk e di, por kur xhelozon dashuron themu. Po Viola na e fshehti, Viola na fut na iku. Nuk ndenjë te xhelozia ku e pyeta unë. Se unë përgjigjen ta ktheva edhe po, në kushtet që po. Me bashortën po. Po është për të qenë e imja ose për mua do jetë e imja ose për mua. Po s'është e shkruar të jetë për mua. Më thënë ti nuk lufton. Nuk luftoj. Luftoj do të jetë për ty, okay. Jo. E shef që je xheloz? A e shef? A e shef? Okej, ti e shikon nusën që shkuan diçka dhe sa ju tin te dera. Si e? Bëjmë një lëvizje kështu. Tabi ka stile, çfarë do ndjenjë ti për shembull? Në atë moment. Po fliste me dikë ajo. Ti je bëla telefonin kështu këtu. Mirë, okay, shiko. Okej, e pranoj që ka ndodhur. Ka ndodhur. E pranoj që ka ndodhur. E pranoj që ka ndodhur. Mund të ndodhë edhe në kontekstin e shakas, se duke e ditur që kemi besim te njëri tjetri. Duke ditur nusja që ti e ka qiqetar, ka thënë dalta ngacmoj ta shikojnë çiktë, ose si shumë i qet. Okej, ka ndodhur. Edhe tek e ke ndier, dank direkt. E ndjen pa. E bëj këtë po them. Po ndodhte mua kjo situatë. Kush nga ju do më sillte paketat në burg? Kaq. Jo.
merë, hallashin këtu, në mbaj këtu, edhe direkt. Bëu gati. Kjo është pasa, kjo do ilaçe. Do. Shoqatime do ilaçe kjo. Po mirë tash i duhet. Vjolke, do të them goçarçe, do të them vjolke kjo do ilaçe. Do të thënë Kshu isha unë kur njota me nusën pa. Ertemiona sapo kishte dalë Miss Shqipëria në 2009-ën. Po mirë, se ka qenë edhe me një status. Po pikërisht ti kishe dhe arsye o buri. Unë po në natë gjithmonë dhe në natë shikon gjëra që nuk i shikon gjatë ditës. E di. Edhe gjitha ato ndikojnë në sa kjo ishte shumë e bukur. Natën shikojnë gjëra që nuk i shikon ditës. Shumë e bukur. Nuk i shikon ditës. Nuk e di pse. Se si transformohen njerëzit? Transformon nata vet. Transformon pija. Jo që nuk flas në abuzim, ja? Jo. Dritat, muzika, argëtimi, tjetër vibe, euforia, tjetër vibe dhe bëhesh më pre shpejt e mëkatit. Mëkati është shumë afër teje natën se sa ditën. Ditën duhet të jesh i qetë, je në punë, okay, do thuash ti strathojnë burrat ose gratë ditën, pa diskutim strathojnë. Por koha rekord është natën. Sepse të gjitha këto favorizojnë që ti të biesh në mëkat. E ty të trëmta? Tani dashuresh me një vajzë që ishte Miss. Në atë kohë ishte shumë në suksesën e saj, Hong Kong, Kinë, gjithandej. Miss International kueti unë. Në dashin Davis Jarau, që e një mirë natën, e një mirë. Kjo tani del dhe me fund ose me fustan, me veshje, dhe del dhe me bikini. Ashtë do të thuash ti, ore në plazh, s'ka qenë ti, ore kam qenë në plazh, po. Ashtë si mendon ata poshtë që shikon atë. Si flirtojnë ata poshtë. Edhe fillova unë ku ishe, si ishe, pse s'me ktheve përgjigje në këtë moment. Fillova nga... Sepse isha dashuror, Allah. Si që jam akoma, po atër ishte tjetër gjë. Më thot, Devi, gjë. Gjitha ta meshku që mendon ti që mund të flirtojnë mua, më flirtojnë, është pa diskutuar, sepse... Si ndalojnë dot. Sidomos në këtë profesion dhe në këtë gjë që jam unë. Jam më, si thua, më afër këtij lloji flirtimi. Por tha, nga ta që do donin që më kishin mua në krah, unë kam zgjedhur njerin, tha dhe kam zgjedhur ty. Nuk më zgjodhe ti mua, ti erdhe në mua, okay. Po mua më vjen shumë, unë të zgjodha ty. Tash pse duhet ti jesh dikaq? Ta semurësh veten. Aty nuk qetësova, aty thash okay. Ajo më bëri të futesha në mendime unë pastaj. Mendoja natën, si ma tha këtë mua? Vetëm një vajzë 19 vjeçe se E shef që kam të drejtun që thash që po që e shkruar të jetë. E di pse se unë e kam xhelozi. Se është femra që na zgjedh në meshkuj. Pa diskutim. Ti lodhu sa duash, bëj sa duash dhe kaq që bëjnë. Pa diskutim, po kjo është dhe në njeriu. Po. Unë them që xhelozia shkon bashkë me dashurinë. Po në rastin konkret, unë xhelozoj, nuk u shkruha për të. Në rast konkret, domethënë duke ditur që xhelozia është e pranishme dhe dinja shumë raste për shembull që Viola është i lidhur me Artanin, për shembull, dhe unë nda Viola nga Artani, shembull, Po. Se nuk kam. Po. Unë nda Viola. Nuk kam asnjë Artan. Atë marrë që këtë kafe nuk e një me aqë të vërtetë tu. Unë nda Viola nga Artani dhe menduan se lidhja tyre mbaroi, okay? Kalon një muaj, 2, 3, 5, 6, një vit ku di unë, shikon një moment Artani shkon Violën në krah të dikujt tjetër. Atje i këntruri i Artanit. Por ti kur ti këntruri dhe kur e ka xhelos për të njëri, pse le ti këtë vëlla? Pse u dorëzove? Pse mendove që mbaroi? Pra mesazhi është ky që mos mendoni që mbaroi një lidhje dhe ngrini duart më herë, dorëzoni që në problemin e parë, që në shqetësimet e para që mund të keni një egoizëm, sepse marrëdhënia vetëm 90% nga egoizmi përfundon. Me këtë jam dakord me ty. Përfundon nga egoizmi. Jam dakord. Prit, lere egoizmi qetësou, merr atë vajzë ose atë djalë, flisni, dialogoni, para se t'jetë vonë që të xhelozosh për atë që do jetë ajo ose për atë që do jetë ai. Xhelozosh diçka të pakthyeshme. Të pakthyeshme pastaj. Janë kthyer, okay, ka patur raste, po prapë do ta kesh të mendje që iku, okay, është okay. Nuk ja fal dot. Për mentalitetin ton shqiptar jemi çik problem, nuk kemi kaq open minded në kuptimin e asaj, okay. Me që jemi tek dashuria, tek xhelozia. Interesante kjo tema. Po patjetër, dashuria është emocion që ushqen jetën, kështu që patjetër duhet flasim. Dhe nuk e di pse, po mua kur e shoh Davis më duket sikur është nga ata njerëzit që dashuron marrëzisht me gjithë rroba. Okej. I lagur tërkohë, domethënë, qull, po are kështu, që nga koka në këmbë. Cila është gjëja më e çmendur që ti ke bërë për dashurinë? No, kam bërë shumë. Mendo dhe ti e gonja. Kam bërë shumë, po. Që jam dashurinë. Kur ishte në Kinë, Ertemiona, që shkova në Kinë.
Okej. E dinte ajo që po shkoi? Nuk e dinte ajo. Si reagoi? Filan hotel, në filan dhomë, po ishte me valë të gjata. Ishte kjo pjesa e çmendurisë me të biletat unë virazer. China. Shkoj atje, i kisha marrë taksin. Në një orë, dërsa të vidim në Shangaj ishim. Edhe në hotel. Mi po bënim prova, poshtë i bënin në hall i provat dhe në gjitheshin sipër. Ishte ajo ora që shlodheshin, trokasun. Who are you? Bam, bam. Who are you? Nak. Në anglisht, dhe se kujtonë, do ishte nga këta shërbimi i hotel. Service. What do you want? Ertemiona Majdanin që e duaj shumë. Dhe atje ma tha këtë pastaj që dëgjova. Dëgjova budalla. Budalla. Se ne në përgjithësi bjem gjohë se zgjodha unë. Kësë zgjodhe ti? Ajo të zgjodhi ty. Sa i vajtën 100, 50, 10, 20, 30, 50. Viola kësë zgjodhi. Viola zgjodhi Artanin. Kisa ka në listë. Tani ju manifestuat një Artan në jetën time. Faleminderit shumë. Ndoshta mund të vi. Ndoshta kur të vi do thuash do më tërgosh të vi. Ore, je fal Gjord, do shkojmë në kazino, mos vaj ndonjë lek lere, 50-50. Se problemi është unë jam edhe vetë nga Fieri. Të tjerëve u bëjnë der, vetes jo, kështu që. Se quhesh në Fier? Po. Është qytet mistik. Ka një shok të mirë atje. Dritan Duducin, po të më dëgjoj tash, Dritan, të përshëndes. Ka djemë të mirë Fierat. Ti mendove? Unë s'kam vajtur do deri në kin. S'ka rëndësi ka ideja, rëndësi ka veprimi. Po përfshin këto Viola, këto udhëtimet, këto surprizat. Surprizat që nuk i mendon dot askush, nuk i parashikon dot, e kupton? Kështu kam bërë edhe unë, e kupton? Quhet. Gjëra tash mund të duken edhe të thjeshta në raport me vajtjen në kin, nuk e di. Po s'ka rëndësi, rëndësi ka që ke marrë rrugën të shkosh atje, nuk ka rëndësi. Po ta ishte në kin do vjedhe në kin. Po, besoj që. Do ta bëje. Nga momenti që e bëre atje kudo që do ta bëje, domthon nuk ka rëndësi. Nëse nisesh për atë rrugë, do shkosh ku tjetër. Interesante. Po ku ka dashuri ka dhe xhelozi shoku, më beso. Që të pyeta për atë celularin më the që më ka ndodhur dhe më ka ndodhur. Më ka ndodhur. Edhe është vërtet që ku ka dashuri ka dhe xhelozi, sado që pastaj tjetër gjë sa e sëmurë është kjo xhelozi. Po shkuam deri tek sa e elmon dashurin, kjo është tjetër gjë pastaj. Se nëse ti je në gjithkohë që kur këndove, sa këndove, ku dole, ku jep, se s'ma ngritë mua kur po këndoja, më po këndoja. Ore, dëgjoj, ata kuptoj. Kjo puna ku ndahet xhelozia e shëndetshme nga xhelozia e smur. A ka të bëjë xhelozia e smur me egoizmin tënd, pra ti në thelb nuk është se do personin tjetër, po do vlerësimin dhe adhurimin që personi tjetër do të ketë ndaj teje. Prandaj bëhesh xheloz. Po dëgjoj, kjo varet edhe nga partneri që ke. Edhe nga partneri. Nëse partneri ty vërtet të do dhe do këtë lidhje të shëndetshme, ai të shëron. Siç më ka shëruar mua. Po. Nëse partneri pasaj është problematik në kuptimin që do dhe Violën, do dhe Marian, do dhe Lilianën, ka të drejtë Viola që të marrë kallashin pasaj këta. Këtu justifikohet arma e Violës pastaj. Prandaj duhet zgjedhur me kujdes në jetë. Por Ertemiona mua më zgjodhi pas një vite ca. Që unë i kronja për kafe, për gjera, sepse kështë të di që varë David Gerard Don Juan. Kështë dhe lami, ja? Me syrit më dhash, unë që unë fetar, ke parasysh. E si e bëre për vete? Si e bëre për vete, shka, Ertemiona dëgjonte kur, gjithësisht punë lidhja me Ertemionën. Unë kësha nëzirë në atë kohë, pas papagallit, apo para, nuk e më, në atë kohë kësha nëzirë një duet me Randa Libovën para ndjenjë. Ishte një këngë që u bë hit që unë nuk e shijova, ishte në Greqi, është në YouTube para ndjenjë, një super këngë. Dhe Ertemiona e mbante çuditërisht zile telefoni. Vërtet? Po. Okej. Unë s'dinja gjë. Shkoj në Korçë, më kishin ftuar në një live, në një klub. Dhe ajo kishte ardhur me shoqërinë e saj të më dëgjonte sepse David Gjerau që unë kam këngën në, thon, siç ke një këngëtar të preferuar. Nëse ishte një 200-300 veta atë natë, mbarova unë sa do dilja kur më thet një shok. Dajta se këto aluniet këtu ty po të presin ta që të takonin. Unë e kështë dëgjuar, Miss Shqipëria, po okej, dinja kështu në për mjegull. Sa i dash dorën që e pash. Re brenda. Me thënë, ti beson të dashuria me shkrimtar. Po një sekond.
Po një sekondë, ti je artist, ti je person që ke njohur shumë mjedise shumë njerëz. Këtu është bukuria. Këtu është bukuria që kimia është aq e madhe në momentin e duhur, dhe godet kimia. Bap. Unë si shaj, as ajo si ishte përgatitur për atë punë as unë. Vjen kur si e përgatitur. Si dukesh, bam. Ishte dashuri me shikim parë nga të dyja anët apo vetëm nga? Jo, ajo më kishte zile telefoni. Ajo më kishte zile telefoni. Po nuk më shikonte me, nuk më shikonte me atë. Okej, kam siç kam dhënë shumë këngë, ndryshe, po jam i dashuruar me këngëtarë për shembull, kupton? Kurse për mua ishte këtu, bam bam. E ke vuajtur ndo pak, sepse ne e dim, media ata shpresin një gjë që ndodh në jetën tënde dhe e bëjnë lajm. Faktin që ju keni një diferencë moshe. Ska, e numre. Unë vija nga Greqia, Viola, dhe unë kisha dëgjuar marketi ande shumë para nesh në kuptimin e lajmeve, të shqetësimeve, të intrigave. Këto ishin kështu, domethënë juve dy skini asgjë. Hajde bëjmë diçka që të ngremë numrat e televizionit e emisionit, si ta bëjmë këta të dy i pan diku. Fare, ti me gruan, ajo me burrin, pas të lidhje, kupton. Po i bënin vetë për të, janë këto quhen shiringat e për të ngritur audiencën e për të shkuar profesioneve tona. Kupton, unë isha i mësuar në ato. Kështu që nuk më shqetësonte fakti që shkuani pasaj jo kështu, po ky me këta. Plus që unë nuk kam patur probleme me asnjë me mediat. Sepse di që janë partnerë, domethënë ata për këtë do shkuajnë. Për ne do shkuajnë. Po. Ja shumë çfarë bëjmë si. Ndonjëherë te kalohen. Te kalohen, okay, por sidomos tani kohëve të fundit ku edhe gazetarët paktën nga çfarë konstatoj unë nuk kontaktojnë një herë me personin, dhe publikojnë direkt lajmin. Po, është vërtet. Po në kohën që jam lidhur unë, ishin akoma revistat, gazetat që ishin të shkruara. Po, që patjetër duhet kalonin në disa. Dhe s'kishte portalet tipit që askushi, nuk shkruante dot askushin atë kohë. Ishin gazetarë që kishin emër mbi emër poshtë. Ata që kishin emër mbi emër poshtë ishin mbanin përgjegjësinë e lajmet që kishin. Si ishin anonim. Kështu që kontaktoheshin ata. E dieri adresën. Kështu që ne u ritëm shëndetshëm në kuptimin e kësaj, pastaj morëm vesh kush ishim dhe çdo që të shkuanin portalet mund të përgjinjtronin diçka që s'ishte thënë më parë për Debin dhe për Temion, kupton. Shiko, më bëri shumë përshtypje ky transformimi i yt nga një djalosh artist i ri në një burr që edhe arti i vet është shpjekur, po themi, por edhe në pikpamjen e jetës, siç do duhet të shpjekur, sigurisht. Të mungon një çik ajo rinia e hasdisur buzukëve? Di pse s'më mungon shok? Dhe kam shumë sinqert pyetjen. Po, di pse s'më mungon? Mua ndoshta edhe mund të më mungonte të jetoja atë jetë. Ma bën pardije në një emision, ka rëndësi sa ku. Dhe i thash që unë, si Devi, kam kaluar gjitha stadiet e jetës në kohën e duhur. Okej. Më kupton? Në çdo stadie unë kam jetuar full. Po jam dhe koshient që jeta ecën. S'mund të ri unë tash i pengu i para 10 viteve. Apo s'mund të rish 30 vjeç. Po. Kështu që unë do të bëj të gjitha që kam në dorë për moshën, për momentin, do të shfrytëzoj të gjitha dhe pastaj do them që Devi, të mungon ajo që ta përsëritësh, se do jesh përsëritës prapë. Pra nuk të ka ngel në një peng, këtu e kisha. Pengu i më i madh i jetës time është Amerika, që unë nuk i kanë kohën e dur kur desha unë të ikja. Kur kërkova unë në 94 në ambasadën amerikane që të shkoja të bija karrierë, nuk mu dha. Unë këtë disa të bëja, Po, kur bëra në Greqi që ishte aq problem dhe ishin kushtet të tjera, në vend tjetër do kisha vetëm, domethënë, nëse në Greqi kisha peshën time, 70 kg në atë kohë, kisha edhe 70-80 kg të jo mbarvajtjes të mirë Greqi-Shqipëri. Racizmi ta quhem, quaj si duash, më kupton? Që paguonja unë, kurse në Amerikë ose në çdo vend tjetër isha do kisha vetëm peshën e trupit tim. Nuk do kisha këtë barë. Nuk do ishe edhe shqiptar, do ishe artist që artisti nga Shqipëria, po artisti. Më kupton? Von, pastaj grekët theshin, okay, Devis është fonara, Alvanos, okay, shqiptar, por fonara kanë me zë shumë të mirë, më kupton? Domethënë sado që ti ngacmon të fjala shqiptar, në fund theshin, ai është fonara, ai është super zë. Okej. E mbyllnin bisedën atje, kupton? Kështu që pengu i madh ky ishte, domethënë doja ta provoja këtë që provova këtu ta provoja në Amerikë. Po pse se provoja më vonë më Davis? Është vështirë, treguam. Po ç'a pengesesh ka? Mosha? Donald Trumpit. Mosha, është paketa që duhet ta. Jo, ata janë si punë një prindi me fëmijën, duhet të marrin që të vogël. Që të montojnë siç duan ata. Të edukojnë, të montojnë, të rrisin siç duan ata dhe pastaj. Sot më mundon dot mua, se unë jam rebel dhe idealist. Mua po më the 4-5 gjëra që s'janë tipin tim, ja më pyeti Viola, për shembull do vjen në Big Brother, çfarë milionat më jepin në vetë dot.
S'ku kam një luks jetë në kuptimin që jam pozicionuar në që si mund të flejë me 10 veta të vinë nga ugiu. Një herë do të çojmë, pastaj do bindoj zarar, atje do më nxjerr me zar të zi. Do ik vet, para se të vi zar të zi. Se unë e njoh veten, më kupton? Nuk i bie njëri që po more pastaj është problem. Mua bëni kamerat fshet para një. Nuk e di ai ke parë. E kam parë. E ke parë atë? Unë se kam parë, pa ma si ishte kjo puna. Po me bukur ishte se ishte me shoqja në mes. Unë se dija. Nuk e dija, po. I kishin thënë dëgjoj, i kishin thënë disa versione, i kishin marrë timën, i kishin thënë dëgjoj, do të bëjmë debit kështu. Jo tha, deshin të bënin shumë gjëra, deshin të vinë në makinë gjëra kështu. Të ndryshme. Jo tha, jo në asnjë mënyrë. Do reagoj keq sa dhe do bëjmë këtë edhe zgjodhim. E dinte ajo, ishte dinte, zgjidhën skenar, ajo zgjodhi. Duhet ta di se. Ose duhet jetë valvull sigurie se. Zgjodh valvull sigurie. Se unë jam shumë i qetë, shumë dashamirë, shumë i paqë, shumë njeriu më mirë në botë dhe pastaj më zbardhet bebja dhe nuk e di ku do përfundoj. Duroj, pastaj jap, siç është në ajo. Patëm një që ertëm jona s'përkon kur mua s'do të thua do vëm në restorant tam diçka. Se e di që unë më pëlqen gjërat e shtëpisë. Ble që jam çik kështu domethënë që Merakli. Mos ka rëndon qime, kush e di ku e kanë ashtu. Fiksi magji. Ka qim. Po. Nes. Po më thot kjo tash unë është hapur këtu në fushat e Dinamos një ashtu, bën ca pica të mira, më thonë. Kjo s'ma ka thënë. Po ikim tash unë. Mu duk pak e çuditshme, po tash unë ikim. Po kush ta tha tash unë se? Nëna pyesa kush ta tha që bën to pica, kur i ke provuar ti to pica? Fillovan pasaj, parasysh me ato toni kështu, çfarë pica, ku ke provuar, çfarë pica ke provuar? Ma tha një shoqe që ishte pardje që kështu atje se ajo di që mua m'pëlqen pica. Ashtu tash po shkojmë, drek. Futemi atje, unë zakonisht kur futem në një lokal, kur shkoj bukur dua të ri buz xhamit po. Që ti shkoj në çikon të sotis, jo futem brenda, ç'më fut brenda tash, unë atërin tu. Jo, ma jo tha se s'dua se ka makina. Këtu më ngacmovën çik makina, unë s'duroj ato xhurma, të futemi tash, okay. Kur më vjen një mesazh para 3 ditësh, jam një fansja jote. Dua të të takoj. Kam qenë në buzëqet e Greqisë kur ti këndonje. Një po, në rastisi që si s'po i tregoj herë të mionës e kisha ngjitur. Edhe ajo pa, ç'është ky mesazh ta? Unë ja shikoj. E zeza mbi të bardhë. Po ç'është kjo, më thonë, ku e di unë sa gjeti ditë unë. Okej, tha. Unë me dashamirësi, okej, faleminderit tash unë po ju në Instagramin tim shiko kur kam koncertet e mia dhe të pres koncertet e mia të vi se s'kam kohë për kafe, detyrimet familjar. Shumë chilter. Faleminderit apo unë gjithsesi do të takoj një ditë sepse kam fiksime, u filloi kështu, tash, okay. I dim këto gjëra si janë, okay tash, okay. Ka edhe për të prishur punë, ka edhe fiksime, sa të duash, plot. Futet si të duash, e kanalizon si të duash. Okej. Kur sa ulëm ne kalon në 10 minuta, porositëm, mesazhi prap kjo. Ua, mami. Sa me fat, çfarë ditë me fat. Unë të pas kam në lokal ty. Si e dinje ti që edhe. Po mbeta kështu tash unë e kisha përballë, them, po tash është ajo fansja tash unë. Ajo fiksima xheça që më shkoi ti tash unë që nga këtu. Mi pa jo dinte po mirë më le tjetë se çfarë tha. Po jo më tash unë s'e di po pse po që më pyet tash unë çfarë është. Okej. Kur vjen? Se ku ishte diku aty, vjen afroje tu. Ishte një vajzë rreth 25-ave kështu, se 6-ave. Nuk e pyeta për moshën. Po thash unë, më dogji se thash unë kjo, unë kam ikur nga Buzuqi në 2011. Kur ka pas qenë kjo Buzuqi? Fëmijë zvilin në Buzuk. Thash bela, thash. Po e ka marrë si arsye thash unë. Që të gjente një arsye në Buzuqi që, okay, është fanse, po jo nga Buzuku. Po një femër goxha e këndshme kështu. Devi të përqafoj, beta më po thash unë, s'kaq vazhdonin se me familjen bashkë, ngjeltan çik me bashkëshortën. Po, shkemi si dukesh, vazhdo më dhartë më s'kam ndonjë gjë. E kam me çiko për majnë në çarast kur do ajo. Kur do. Pa kallash. Okej, ç'kem mirë, kam parë, tha mos shkoj si të vogël kështu, po unë i kam vitet e mia tem, thash. Kur i ka kjo vitet e saj, sa është kjo tash. Nëse ikën, faleminderit të pash ashtu. Kur vini shishe verë. Pas në çfarë kore, e keni nga ajo vajza atje tha. Shishe verë. Po thash, jo, pranojnë të sa ajo nuk e merr e kthem mbrapa. Unë kur piku nuk pi shishe verë, nuk jam i të pirës që kam verë duhet ta pi. Kur ma jep truri, s'po pihesh verë atë ditë.
Këta shumë merre këtu tash Varja tash. Në fund merrem brapa tash unë. Jo, ta hapësh taj, më kem porosi tash. Pa je, po ç'është ti tash, ç'është shkon dëm. Po edhe kamarieri ishte pjesë. Të gjithë më vlla. E din. Po të gjithë më vlla ishin, jo ishte tim. Ishte tim. Unë në autobus. Vetë të më në një moment, se ky ishte momenti, vetëm që pak në banjë, aty u mikrofonua, i vun mikrofon. Në tavolina time kishte mikrofon, pa jo nuk kishte mikrofon atje. Tonë që të dilte. Mua ma kishin vënë këtu, Espinozat. Ajo duhet ta kishte tu që të fliset, se e drejtonte çështjen. Mu duk pak e çuditshme, po tashi, pas betejë mu duket e çuditshme, se aty engra, që unë s'para kolla gjëra kështu. Po ishte e kuruar, domethënë linte ko, kalonte çfarë korën, se vinte prapa ajo. Po Devi tha, ka mund si të vitë edhe një herë të përqavoj të puth, më tha mua. Atyra tash, me lenga jo tash, më të putësh. Po s'ka problem, s'ka problem, ti fanse je. Po s'ka ndonjë gjë. Pastaj Devi për ju këndon, për ju vajzat. Kur më bë kjo ime shokje tash? S'po e lidhje ti. Çka ka ndodhur? Si ta e çupa to me djalin tënd, ne s'kemi çup tha. Çpatit e pica. Shikoj atë unë po me atë parën që nuk e ishte në kuptimin që okej, të përqafoj, po unë jam këtu domethënë që. Po okej, më tash unë hajde. Edhe një herë. Okej, faleminderit. Më puth vajza mua. Sa thot, jo, tulem dhe unë me ju tha. Ajo me shokjeri, ulu. Dale se tu maç tash, okej. Vera. Mi po, më zunë atë dobësinë që bëri shenë verës ashtu fan se kupton. Po tash unë unë kam marrë me familjen, tash kam marrë me bashkëshortën. Po kjo kaloi në gjysmore, kupton ky muhabet. Kam marrë bashkëshortën tash nuk kështu. Jo, tha ulu tha. Ulu tha se Devi nuk e rastis ashtu tha. Lere, ikën tash me koncert të ulu. Ulet zonja aty. Ja si këtu ishin ulur, të mjona për balë. Se unë në Greqia të rekëshu, se të kam patur fiksim, se ti e fiksim jetës ti. Jetës tënde, unë të kam fiksim, unë këshu. Idesh e të mjona, mirë, okej, me ke fiksim, po të ashim, okej. Ne të pranuan të në tavolin, po ti e shikon që kjo është menu, se nuk është vete, mund të shprejrë si të duash. Jo, po unë, jesi e ti këtu, tha, unë do të them që kam në mendje, tha dhe që dua të bëj me këtë njeri, tha. Moj vajzë e mbartë. Të respektuam na erdhe. Fillova unë pasaj mora situatën dorë. Mi po kishim kameran në aty dhe tash kamerat e restorantit, kuptoj. Aty unë fillova, moj vajzë tash, unë të respektuam. Ardhe. Po besh shqetësuese tash. Jo, tha. S'ka, unë po mos tash unë fiksimin që kam unë me ty, tha. Jo dua të ri, jo dua të dalim njërë bashkë për kafe, moj vajzë e ke gabim, fillova unë. Kur vjen një 90 i gjatë. Qa më dujtë e zuri përdore, qa du të? O zemra u shpirë, tha për gjave i dashurim, gjasme. Gjasme, aktor po, që luante. Zemra u shpirë, kam thënë që David Gjerau në ke vizion, që shku David Gjerau, bjako e kërkaru me familjen. Kthehet me shkon muati. Ti tha, me dashurën ti me ri, ore vllaj tash, s'kam punë me dashurën tënde. Dashura tënde erdhi për na shqetëson tash. Merr edhe ti atë tash, si çini tash, ktheuni kështu nga mbrapa atë, s'dua ti shkoj. Jo që ti që jam unë, po iko nuk jam asgjë unë tash, po ik se kam ardhur për qef. Jam me familje. Ik mos më mërzit atë. Jo kështu, jo ashtu, ikte ajo. Vinte prapa ai. Ua. Sa ju koçarë tha, jo po duash ta nëse arrojmë si të duash, ti miku turi, po durova ai shumë sa që edhe komentet e njerëzve poshtan si durove. E kam parë, jam ndjekur. Miku truri hajde jashtë tash. Ky tash i thotë Artemiona, po ta pasaj që sa tyre kamerë, hajde të mërbani ta se më pa që miku truri dola jashtë, fillova unë. Në libër shtëpie sa do të hidhesh aq. Ai që këtu, Po nuk në atë moment unë nuk llogaritja. Do të thënë mund të më bënin si thua fare. Po. Të më nxjini nga ringu, unë do bëja timen, kupton? Sa do të kërcenja ashtu në gryk, shumë i natosur. Kur më ato kamera fshet, çfarë mosash. I po shaja ndërkohë shumë me rej me dega. Vllai tash më fal nga e shara, po tash edhe ti e diallosa e kelbe tash ti më nxore nga vetja, po kamera fshet deri tha. Ai gjithaj një 90 gangster u bë tamam, ai djali edukuar i mirë. Tash po vinte muarën që shafa. Si vinte aty që më nxori mua, që ishte arsyeja që më nxori nga leckat.
Sido qoftë në situata të tilla. Mos qellofshim që të na bëjnë një kamerat fshetovite. Gjithë keq do reagojmë. Po poshtë, domethënë gjithë opinionet ishin që bravo me qytetaria e përballove, durove kaq shumë se të shkojnë njerëzit natë pas. Ky është mesazhi që ne duhet të japim. Në fakt duke qenë se kemi por do ta lidh me Big Brotherin që po yra do duroj. Do plasësh. Do më plasësh. Pse do plas? Sepse unë nuk do të ngacmoj kurrë ty në kushte normale, për lojë ose për çdo gjë, nuk e bëj dot. Ty unë tash të gjet pikat e dobta, them unë pse ke dashuron ti me atë ti buri martuar, si çan ato që ose pse ti s'fole me babain ose ku ne unë ty në këto muhabete personale janë të shenjta. E vërtet. Ti do dashurosh këtë duash, ti do rish me këtë duash, ti ke me këtë duash. Kështu që nuk e di se nëse do më një pjesë në kushtet jam në Big Brother. Tani, me që jemi tek loja. Kemi një lojë për ty. Duke qenë se patjetër vetëm militar mos. Jo, militar, nuk bëj më mundim fizik për sot. Serenata patjetër është shumë e dashur për ty. Po. Por serenata këtë herë duhet ndryshe me disa këngë nga rapera shqiptar, të cilat do përpiqesh ti këndosh si serenata. I kam dar 1 2 Mos më thuaj si ai që dal në Rudin Magjistar gjithë, oh my god, se vogël s'na bëre me ra. Po. Mos më thuaj që keni marrë spunton nga ata. Jo, është tërësisht origjinale ideja, kështu që filloj me të parën. Mund ta lexosh për pak? Edhe ta Kjo është dialekt kështu, dialekt. Po. Po, e pa, ne të fundit. Okej. Kur ti je gati? Si ti këndosh si serenata, ti transformosh, si do i këndoje? Hajde. Po të gegnisht tash dhe hajde. Hajde ta lidhum në një melodi serenate këtë tash. Po tani për lojë jemi. Po pra. Moj, Viola, se nga që unë nuk i ndjek shumë këto këngët, këto janë tekste këngësh vërtet? Janë tekste këngësh. Okej, nuk i ka bërë çati. Jo, nuk i ka bërë çati, janë tekste këngësh. Okej. E para është kënga e Letri Vulës, më duket, mos gaboj. Jeta ëndër, s'po muj mu çupi gjumit. Jeta ëndër. Dita e para njëjtë si dita e fundit. Na ose njëjtë, so njëjtë si dita e fundit. Kupa me kapak, kupa pa kapak. Lisi plak i platu, pak për të kish pasur. Jemi gati. Niko dverë po pi, po më rrihet pa shoqni. Bëje me atë, unë pjetore, unë jam ullur, në dishtë njëjtën. Pjetore në muz, të stalin, këtu janë një sepetke me fjalë. Një çantë me fjalë. Po ke edhe tekst tjetër, se shiko cilin tekst për shembull mund të do kisha qef mi bënde të katërt. Për shembull shiko xhelozi. Kjo edhe kjo po. I shkruaj këto fjalë tash o pika e natës. Jam rrugull të sillun me skuadër. Aneshanan e Bagdad. E provojme dhe ato të parën. E provojme dhe... Më mirë të ngrej një pesh 100 kg që sa më futur. Po. Do me dhenë, sa e vështirë është t'jesh askushi në muzikë ose amator, do me dhenë. E bugur. Do me dhenë, unë kitarën e luaj me të djathën, ta luaj me të majtën e kam shumë herë më të vështirë se sa mos e dinja kitarën fare, dhe ta mësoja nga e majta. Edhe kjo tash do me thënë tekst recitativ, ta bëjmë tekst muzike. Jeta ëndër, s'po muj mu çupi gjumit. Ditë e parë, nejtë si ditë e fundit. Faleminderit. Je i madh. Ta provojmë edhe me këto të lutem. Po kjo çfarë është? Treshi. Xhelozi. Jo, xhelozi. 4. Xhelozi. Prifti Ravoniku s'perde dashuri. Edhe i tjetër, e fundit ka. Smarojnë. Çfarë ke këto si radioamatorizëm që moti.
Është kjo ora 5. Ora 5 e mëngjesit janë full prej stresit. Po mendoj me barbarit me fillu prej mesit. Më kujtoj ora 2 e natës dhe moj. Prita le duj çik tekstin të kësaj. Ora 5 e mëngjesit janë full prej stresit, po menoj me pauzu prej barit, me fillu prej mesit. E kam pamjen që peshop një pjesë të Prishtinës edhe po menoj çka kam pas mas shpinës. S'kam ndikim pi rrethinës si dusen e tinës. Okej. Kjo ishte. Okej. Kjo e kujt është kjo? Se ke parasysh, ë? E di si përkthej unë këto tekste? Jemi ulur në lëndin, peshk po kapi me duar, e kam babin traktorist. Okej. Po, mund të jetë një përkthim alternativ. S'kom ndikim pi rrethinës si dusen e tinës, me pas që kom aftësimi dallu njerëzit prej ballinës, pa ditë mi lexu. Ballinës çfarë? Ballinës, ç'është kjo ballinës? Ç'është Po ballinës? na ashta fytyra? Balli. Balli. Faleminderit. Balli, pa ditë mi lexu e merr vesh prej kopertinës, doket kontrabas po dallon prej violinës. Duket kontrabas por dallon prej violinës. E ndonjë ndaull e madhe, kështu që bie. Ç'mendon për muzikën shqipe? Jo, muzika shqipe është e bukur, po kjo muzika e rapit është çik problem në kuptimin e ky dialekti gegnistes ose dialekti kosovar, nëse është kosovar, sepse ka ndryshim gegnishtja nga dialekti kosovar. Unë kam çik të vështirë ta kuptoj. Do të thënë edhe me kosovar kur ulem, do të thënë dua t'i shkoj në sy që t'i kuptoj. Si dialekt. Unë jam korçar dhe jemi shumë larg. Po, ka, ashtu është. Jo, jo vetëm kaq, po nuk na është vrarë dhe shumë veshjen e korçarëve me. Okej. Këto 15 vite që jam në Shqipëri, kam shkuar dhe në Kosovë, po nuk mjafton që të mësohet veshi me atë dialekt. E di çfarë më ka thënë një shok që kam pas dikur prej Kosovë, që edhe nana jeme tha nuk ju kupton juve kur flisnin në gjuhë letrare, tha. Në gjuhë letrare, po. Domethënë, mendoj që për shumë nga ata është normale, po them përpara se të futej kjo gjuha standarde shqipe. Si dëgjova është normale dialekti. Si dëgjova kush është një lojtare në Big Brother që tha që unë di gjuhë tuaj, ata di dhe kosovar, di dhe shqip. Po. Më duket e ka thënë njëra nga ato. Diçka e tillë më duket tek Big Brother. Po. Tash ajo egzageroi dhe unë qesha kur më thanë, se kjo që huaj, por dialekti është dialekt. Dialekti është dialekt, është shumë e vështirë, për shembull. Thash, unë po mos e pash një kosovar nga afër, ë, që të flas nga afër, që 4 pi dëgjoj, 3 i marr me mend, nuk e marr vesh mirë çfarë do thotë në përgjithësi. Ka sidomos ato jo të Prishtinës, po këta jo Peja, jo që janë këto Prizreni, kanë një dialekt shumë të që kanë të tyre, kuptohet. Okej, ata edhe mirë që janë kaq sepse kanë patur gjithmonë në ndikimin e serbit. Dhe mirë që kanë dhe kaq gjuhë në këto kushte, po problemi është nuk më zhvrar veshi. Të drejtë. Dhe jeta ime për ditëshmëria time nuk kam të bëj me nuk kam kështu kosovar. E kuptoj. Fillimisht për shembull kur kam qenë në shkollë, ishte një vajzë dhe ishte nga Shkodra, apo një Shkodër kështu. Po duhet ishte nga Malësi e Madhe. Që jetonte në Shkodër. Dialekti i fortë, ë? I fortë fare. Dhe unë fare s'kisha iden domethënë se ç'bëj me dialekt. Edhe siç ishim atëherë jetonim qytet studenti. Edhe më thret, "O Devo, ha më i thashun. Kua telefoni marr që ka pru baba Rushen." Çfarë po thua më? Or telefoni po them që më ka pru baba Rushen. Men kush qeska, do thëshë në telefoni. Kush qeska që më ka sjell babai Rushin. Mendova se ishte kush telefoni që më sjell. Jo, telefoni, qeska, telefoni. Që më ka pru baba Rushen. Rushin, po. Rushen. Men e kisha shumë problem, thash ne brezi para viteve 90 nuk kishim shumë mundësi lëvizje në atë kohë. Po, e vërtetë është. Dhe kur dolëm në 92-shin kisha unë shkollë në Universitetin e Lartë të Arteve viti i parë, kisha shumë problem me dialektet, domosht pjesa e Shkodrës, Malësia e Madhe, Veriu, shumë problem. Megjithatë, këta të Kosovës e kanë, po them, përmbytur industrinë e muzikës shqip. Janë çajin, janë të jashtëzakonshëm, jo vetëm artistët e Kosovës që jetojnë jashtë, si Dua Lipa apo Rita Ora, po edhe këta që janë aty. Kush më mendon që është problemi më i madh i industrisë muzikës shqiptare? Nuk po flas për cilësinë e artistëve, por po flas për vetë artistin në mënyrë që të integrohet mirë në tregun e punës dhe të ketë mundësi për ta promovuar figurën e tij dhe për ta rritur
Se shohim një tendencë që del dikush në treg, ka të bujën e vet, pastaj zhduket ka tregu. Jo, unë thash, jetova në Greqi në kohën e shoqërive diskografike. Dhe duhet patjetër një grup menaxhimi nga mbrava që ty të mbajë në treg, në gjithçka, sepse unë jam dhe kantautor, por shumë e vështirë të dish ti se si shkon tregu, shumë e vështirë ta ndjekësh ti tregun, shumë e vështirë të menaxhosh ti kur të marrin për punë, çfarë këngë do bësh, kur do shkosh në studio, më kupton, të gjitha këto në një vend do të çdosh. Jo të gjitha i bën dot. Dhe duhet duhet dish shumë mirë se çfarë kostumi të ri ty. Shumë njerëz thonë që unë dua të këndoj siç ka kënduar Viola për shembull. Po ty nuk të ri mo vëlla, ajo veshja, tjetër numër ka ajo, tjetër numër këtë. Jo, po mua më pëlqen, por nuk ka lidhje me pëlqimin. Ka lidhje me sa dhe shumë këngëtar nuk janë dhe instrumentistë, të paktën, nuk kanë njohje muzike. Që të dinë të paktën të vlerësojnë dhe të dinë ku i kanë ato kufit e vetes, der ku shkojnë, kupton? Duan një këngë si ajo, po këngë si ajo nuk ka sens. Si të duket kënga e Eurovisionit ton këtë vit? A ideal mua m'pëlqeu që sa e dëgjova në televizionin shqiptar. Që sa e dëgjova atë këngë, thash dhe bashortes, ky do fitoj thash. Ishte edhe për një gjë tjetër, shumë zë i mirë. Ai më kujtovi Gent Bushpepën me dikur shumë kur ishte ai shkoi, domethënë shumë zë rockeri i mirë domethënë. E vërtet, këngë ndjer. Me dinte dhe inshallah nuk e ndryshojnë e bin në anglisht, po unë dua të vë me shqip, siç është në shqip domethënë. Shpresojmë, ajo do ishte më e mira që të shkonte. Sepse ne nuk gjua tonë tash i anglisht, sado që ta bëjmë nuk i konkurrojmë dot tregun e amerikan andej ose anglisht folës do thoja më mirë. Nuk e konkurrojmë dot. Ti shko valla me gurën tënde, ti shko me gjuhën tënde. Ajo këngë në shqip të thotë ty diçka në anglisht i bie. Unë do e mbaj me Jorgo Papingjën, kënga që shkruhet në një gjuhë në fillim, sado që ta bësh në një gjuhë tjetër, sado ta përshtatësh, nuk e ka sharmin e gjuhës të fillimit që është bërë. Shkruar në atë gjuhë. E vërtet bën se. Nëna e këngës së re është ajo. Është si poezia. Poezia është e papërkthyeshme. Pra, e përshtatshme, e përshtat, por nuk e përkthen dot. Nuk e përkthen dot, e përshtat. Tamam, kështu i bie ti. E përshtat do të jo e këngë greke që e di gjuhën mirë, që ja njoh mirë. Sa do ta përkthej në shqip, nuk do jepet ajo 100%. Ose një këngë shqip ta përkthejmë në greqisht ose në anglisht. Nuk do japim. Se është shkruar për atë gjuhë. Mesazhin e ka për atë gjuhë. E vërtetë. Devis, përpara se të ikim, se kemi arritur në fund. Ikën minutat, Ikën minutat. Një përshëndetje për ndjekësit e Radio Sol, përpara se të përshëndesim edhe ne. Kënaqësi për mua që isha midis jush, dhe Radio Sol keni bërë zgjedhjet më të bukur për të çiftin këtu. Dhe ju dëgjues janë zëri që nëpërmjet shpirti që nëpërmjet zërit të tyre të bukur kalon në pritshmërinë tuaj. Dëgjojeni këtë çift se kanë të ardhme. Shumë faleminderit Devis, na e bëre shumë qejfin. Dhe mos harroni këngën e re Unë xhelozoj. Me qira fjala si e kanë pritur njerëzit shumë mirë këngën? Shumë mirë, më dërgojnë dhe video të ndryshme që u postoj, komente të ndryshme. Është shumë e bukur, po gjen veten. Thash, nëse kap tema që vërtet njerëzit gjejnë veten, detyrimisht që suksesin e ka brenda kënga. Është ajo që po thonim që Oreksi dhe me të ngrënë. Përvoja sjell edhe pjekurinë e artistit dhe di se ku është. E vërtet. Don di se ku e ka vendin. E vërtet. Po që po shkon mirë, unë xhelozoj, kështu që unë xhelozoj, Si xhelozoj unë, xhelozoni dhe ju, të gjithë xhelozojmë. Të gjithë. Sa herë të xhelozoni, dëgjoni unë xhelozoj nga David Xherau. Meqense ti na bëre komplimente, na e bëre shumë qefin, edhe ne duam të t'i japim një dhuratë nga Kinema Cineplex, një bilet çift dyshe pa datë që mund të shkosh me Ertemionën kur të duash, kur të shihni ju që është një film që doni ta shihni. Dhe ta shihoni në maksimum. Kjo më dhe mund ta shtu, ta bëj ta kopjoj ta bëj të tjera. Është e vulosur. Devis, falenderoj shumë që ishe me ne në Kinotek. Ishte shumë kënaqësi, edhe shumë suksese. Faleminderit. Edhe gjithmonë na gëzofsh edhe na sjellsh emocione me zërin dhe performancat e tua. Faleminderit shumë. Radio Sol, you are the best.
Unë them që më mirë se kaq nuk e mbyllim dot, kështu që ju përshëndesim ju miq të Kinotekës që na ndoqët deri në këtë moment. Mos harroni frekuenca juaj e preferuar 89.0 FM. Na ndiqni në Instagram, në YouTube, në Spotify, edhe kudo tjetër. Mua dhe Egonin, siç ua kemi thënë, na gjeni duke bërë ecje në rrugët e Tiranës, kështu që kur na shihni mund na përshëndesni. Ne gjithsesi edhe po nuk na përshëndetet dhe po nuk na pa, do të shihemi të mërkurën tjetër në 17:00. Mirupafshim. Mirupafshim. Pafshim. Kinotekën sot, drita në çdo skenë, 120 minuta mendime që s'flen, nga filmi te libri, magjia që bashkon,